Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitiks. Ne do të vijojmë mbetemi në fakt tek ajo çfarë ndodhi pas protestës që lidhen jo me dy dimensione. Në fakt pjesa hetimore që sot tashmë ka qenë e pranishme në të gjitha mediat, si hetimi ndaj përdorimit të miturve, po edhe hetimi ndaj disa deputetëve të Partisë Demokratike. Por në pjesën e dytë ne do të flasim edhe për atë që është, le të themi, pasoja politike e protestës së Partisë Demokratike. Sot në fakt deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë në Komisionin e Reformës Territoriale në Parlament, tek ajo godim ku një ditë më parë u sulmua pikërisht Parlamenti. Megjithatë, reagimet kanë qenë të ndryshme, ka reaguar Rama, ka reaguar Berisha, por politikisht është ende e paqartë se si do të vijojë, le të themi, skena politike. Po shkojmë drejt një konflikti të ri mes dy forcave PSD, apo do të kemi zakonisht kur ka përplasje të kësaj natyre, ka dhe një tavolinë apo një tryezë mes palëve. A do ndodh kjo e dyta, apo do të kemi, le të themi, vazhdimin e reformave të njashme nga Partia Socialiste, kjo mbetet për të parë. Po gjithsesi, ajo çfarë ka ndodhur dje ka qenë e rëndë për sa i përket mënyrës se si u protestua, sidomos përpara ambienteve të Parlamentit të Shqipërisë. Ndërkohë, ne do të kemi edhe një deklaratë që një drejtor policie ka dhënë për Report TV gjatë ditës së sotme, ku ka sqaruar në fakt se realisht çfarë ka qenë ai, sipas tij policia ka qenë nën sulm, nuk ka qenë godina e Parlamentit kësaj radhe në objektivin e militantëve të Partisë Demokratike, por vetë policia. Dhe çfarë do të thotë kjo për hetimin, kjo mbetet për të sqaruar në pjesën e parë. Pa humbur kohë, nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me zonjën Liliana Kuçana, përfaqësuese e Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zonja Kuçana. Kënaqësi që të kam në studio. Alfred Muharremi, përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. Alfred, gjithashtu kam të ftuar Ervin Karanxhën, avokat, ish prokuror. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, përshëndetje. Karanxha dhe kolegun Ermal Peçi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Ermal. Kënaqësi. Siç thash, në pjesën e parë do të merremi me ato çfarë ka ndodhur në raport me hetimin. Do kemi dy materiale t'i shohim me njëherë dhe më pas do doja që me zotin Karanxha të kuptojmë se deri në çfarë kufiri mund të hetohet kjo ngjarje e cila ka qenë e pazakonshme në raport me protestat e tjera të Partisë Demokratike vitet e fundit. Ndjeni fillimisht kronikën e protestës së Partisë Demokratike dhe rikthehemi në studio. Me pllaka guri në duar ishte bërë gati për sulm, teksa Sali Berisha ishte ende në selin blu dhe protesta kombëtare e PD-s përpara kryeministrisë ende nuk kishte nisur. Si ky fëmijë janë 4 bashkëmosatar të tij, 17 vjeçar, të arrestuar nga policia e Tiranës për dhunën që shpërtheu në protestë sapo kryedemokrati Sali Berisha i dha sinjalin në mbyllje të fjalës së tij. 4 të miturit sot në pranga, të cilët u vunë në vijën e parë të goditjeve me gur, molotov dhe fishek zjarr ndaj forcave blu, si dhe në përplasje fizike me efektivët, akuzohen për 6 vepra të rënda penale, plagosje të rënd me dashje, prishje të rendit dhe qetësisë publike, shkelje rregullave për lëndë djegëse, shkatërimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi policisë. Ata që organizuan protestën dhe bën të miturit pjesë aktive të sulmeve të dhunshme, demokratët e veshur me imunitet, po hetohen në liri. 4 deputet, Belind Kolliçi, Klevis Balliu, Luan Baçi dhe sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka, do të hetohen nga Prokuroria e Tiranës për kundërshtim të policisë dhe shtyrje të miturve në krim. Për organizimin e tubimit po hetohet Ervin Minarolli, sekretari organizativ i PD-s. 17 protestues të tjerë të moshave madhore nga 18 deri në 36 vjeç u prangosën. Pjesa më e madhe e tyre përsëritës të arrestuar më parë për dhunë në tubimet e PD. Mes tyre dhe militante aktive e PD-s, 42 vjeçaria Suzana Demushi, e hetuar edhe për demonstratën e 8 dhjetorit të vitit 2015, ku shkatërruan nga flakët edhe bunkar 2 pranë Ministrisë së Brendshme. Ata do të përballen me drejtësinë me të njëjtat akuza si të miturit. 20 minuta pas orarit zyrtar të protestës që kishte shpallur në orën 17, Sali Berisha ju bashkua sheshit përpara kryeministrisë me një grup sulmi nga pas. Të rinj të kamufluar me pankarta në duar, por fshehur pas kapuçve dhe maskave në fytyrë, për të mos u identifikuar lehtë nga policia për breshërinë e molotovëve dhe fishek zjarreve, që do të lëshonin ndaj uniformave blu sapo Berisha të jepte urdhrin.
Këtij sulmi përpara godinës së qeverisë, policia ju përgjigj vetëm me hedhje uji nga autobotët. Dhunën e përshkallëzuan kur u zhvendosën përpara kuvendit, ku molotovët drejt policisë u hodhën masivisht. Në një rast të rënd, duke humbur dhe shënjestrën, siç është ky moment kur një operator i një televizioni përfshihet nga flakët e molotovit të hedhur nga militantët e papërmbajtur, që gjithashtu pa kontroll ndezën edhe një sasi të madhe fishek zjarresh. Këtu forcave të rendit ju desh të përdorin veçujit edhe gazin lotciellës për të shpërndar turmën e dhunshme, e cila hera herës, kur shmangte pasojat e gazit në shikim, rikthehej në dirigjimin e deputetëve. Sipas së sulmeve, 16 punonjës policie mbetën të lënduar dhe morën ndihmë mjekësore në spital. Njëri prej tyre ka djegje të rënda që kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale. 22 molotov të pashpërthyer dhe 3 shishe me benzinë të lidhura me fitil u gjetën nga shërbimet e policisë afër kuvendit. Mirë, kjo ishte kronika e përgatitur nga kolegu Sokol Dema, ndërkohë shohim pak edhe se si shprehur, se ka qenë nga intervistat e veçanta në fakt, sot një drejtor policie për kolegun tonë Ertila Galliu gjatë mesditës dhe rikthehemi më njëherë në studio. Efektivët e policisë të pranishëm për të ruajtur rendin dhe sigurinë në protestën e organizuar të martën nga Partia Demokratike janë pale sulmuar dhe dëmtuar. Vetë policia e shtetit e konsideron sulmin me molotov, i cili prodhoi 16 të lënduar, kundër tyre dhe jo godinave të qeverisë dhe kuvendit. Ato janë bërë edhe me funizime. Pasi ka mbaruar funizimi i parë, ka ardhur një funizim tjetër që është përdorur nga tubusit. Dhe është përdorur jo kundër objektit, por mund të themi që u përdor kundër punonjësve të policisë. Edhe pamjeta të japin. Edhe fakti ai është. Molotovi është lënë djegëse artizanale e paligjshme për përdorim, kur shpërthen dëmet i ka kolosale, ndërsa neutralizimi i rrezikut është shumë i vështirë. Nuk mund të fiket nga pajisjet e thjeshta që mbajnë ne si punonjës policie për t'i fikur, por edhe nga zjarr fikset është e vështirë për të fikur, sepse flaka është e menjëhershme. Është e menjëhershme dhe e pa kontrollueshme, dhe sjell pasoja të rënda. Përdorimi molotovëve është krim që dënohet nga 1 deri në 5 vite burg, por kur sjell vdekja ose lëndim të rënd, dënimi shkon nga 2 deri në 10 vjet. Në protestë u pa anë edhe të mitur që hidhnin molotov, dhe kjo sipas Agronçelit lë vetëm një përgjigje. Është një krim që përdoren minorenët në këto tubime, kryesisht kur janë dhe me rrezikshmëri, që janë dhe lëndë djegëse, sepse minorenët nuk e din, pra për shkak të moshës, nuk din as rëndësinë, nuk e njohin çfarë është lënda djegëse. Por ai respektoi policia procedurat standarde gjatë tubimit. U rrezikua rendi dhe jeta e personave dhe policia e shtetit ka ndërhyrë sipas procedurave standarde. Pra fillimisht ka përdorur, policia ka përthirrje, ka ndërhyrë me shihesin. Te kryeministria nuk është përdorur gaz. Policia e shtetit ka treguar edhe durim. Pastaj ka përdorur, sipas procedurave standarde, ka përdorur të gjitha mjetet për shpërndarjen e këtyre autobusëve. Në protestën e djeshme, policia sekuestroi si provë një numër të konsiderueshëm molotovësh të pashpërthyer. Mirë, ta nisim me ju, Karanxa, meqense është fusha juaj për këtë pjesë të parë për të folur dhe për të na sqaruar deri ku mund të shkojë hetimi për këtë ngjarje. Pra kemi të bëjmë me thjesht me të rinj që hedhin shashka, apo mund edhe të përshkazohet hetimi, përderisa janë dhe 4 deputet paktën në hetim në gjendje të lirë. Tani protesta në rastin konkret kemi të bëjmë me një protestë ligjshme. S'është marrë leje, është bërë kërkesa, ja bërë dhe ndryshimin e ligjit për tubimet, ka nevojë vetëm kërkesa, nuk ka nevojë më për miratim. Kemi akte dhune dhe kemi mjete të paligjshme të përdora. Po. Duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me një protestë që kanë marrë pjesë shumë persona dhe janë pa me të filmike ato që përcaktojnë se kush person ka qëlluar konkretisht, sepse nuk mund të protesta është e ligjshme, pra nuk mund të çojmë gjithë protestuesit në protestë ligjshme në lidhje me aktet e paligjshme. Aktet e paligjshme që konstatojnë në hedhjen e molotove, që është një që ta ndajmë, pra ndahet ai që ka protestuar normalisht dhe ai që ka hedhur shishe me molotov. Në demokraci çdo kush ka drejt të protestojë.
Madje është vepër penale, po të mos ta lesh një person të protestojë. Në kodin penal ke vepër penale, nëse një protestues nuk e lën të protestojë, është vepër penale, se prandaj jemi që të protestojë pala tjetër, por dhe protesta ka rregulla. Aktet e përdorimi i mjeteve të papërshtatshme, që në rastin konkret konstaton Molotovi, po të kemi parasysh, është një Molotovi bazë që është bërë shtëpia, është një shishe qelçi me një fitil, ndizet me benzinë dhe kur hidhet në objekt të fortë, thyet ajo qelçi dhe merr flak. Në rastin konkret konstatojmë që kjo ka ndodhur me shishe plastike. Ja ku kemi edhe disa janë me shishe plastike, ka ndodhur këtë formë. Ka sjellë pasojë, por duhet jemi të qartë. Protesta është e lishme, veprimet e palishme, personat konkretisht që kanë bërë veprimet palishme, duhet të mbajnë përgjegjësi penale. Lidhe me ato fëmijët e mitur. Po, këtë më sqaro, se unë fakt konstatova dy probleme të paktën në syrin tim si gazetar. E para prania e të miturve dhe që i dedikohet, le themi, organizatorëve që duhet merrin masa, ndërkohë edhe punojësit e policisë e konstatonin fëmijën aty që qëllonte me gur dhe ata rrinin gardh aty. Pra, kush duhet reagonte në atë moment? E pash se nuk isha vënë re me aq vëmendje, se pash protestën ka parë në mënyrë, nuk isha vënë re aq mirë, por fëmijët e mitur ishin para policisë dhe ishin para kamerave. Dhe unë them që ata deshën tregonin që ne jemi këtu dhe ata në front parë me ato pllaka. Nëse regjia pa mëson dhe njerëz fillimi kronikës parë. Fillimi kronikës dhe ka dhe diçka tjetër që më duket si muhabeti atyre që janë me kamerat fsheta, që jep lekët dhe ti numëron 1, 2, 3, dhe ai po numëronte pllakat. 1, 2, 3. Pra mu duk pak e çuditshme, me thënë drejtën. Është tamam si kamera e fshetë, po të kesh parasysh që i numëron parat, ai po numëronte pllakat. Sigur ka dalë vetë para kamerave dhe kjo duhet parë. Pra, pse kanë dalë para kamerave, sepse ai që shkon të bëjë një veprim palishëm, më shifet dhe del moment e dur. Siç janë ata të Molotovit. Zdalin duke numëru pllakat para kamerës. Fëmia nuk e percepton dot që po bën një veprim palishëm. Në këtë rast kush duhet ndërhynte? Tani, një fëmijë mitur ka moshën për përgjegjësi penale mbi 14 vjeç. Mbi 14, pra jo nën 18, jo mbi 18 siç e mendojmë ne. I mituri mban përgjegjësi penale, mosha për përgjegjësi penale mbas nën 12 të kodit penal fillon mbi 14 vjeç. 14 vjeç për kryen e pra ai fëmijë me ato pllaka rrezikon dhe 16 vjeç për kundërvajtje penale. Tani dhe me ato pllaka ai mund të ketë pas dorë. Mbaje pak i lutem regjia si foton, fillim të kronikës. Jo, është tjetër. Ecim pak më të është tjetër që po ta vesh ai, po i numërohet. Ja ku është fëmia aty i qet, turma e qet, policia e qet, ai me pllaka në dorë. Po pra, është fotoa më skandaloze. Në vend dyshim, ndoshta kush e di kush i ka fut, mund të fut. Po. Ndosh nga Partia Demokratike ose një subjekt tjetër. Mund të ketë fut që dalin që u futën të miturit. Duhet provohet që pikërisht këta të mitur, që është aty se mund t'i kesh pllakat me vete. Ajo dihet se ti këto pllakat nuk i more ti mash në xhep aty. Pra mund gjë, por te çdo dyshimi të arsyeshëm, pamjet filmike tregon që ky person me këto pllaka ka qelluar në mbi forcat e rendit. Dhe kjo është kundërshtim. Pra ti i bëni kush mban përgjegjësi për këtë fëmijë tani? E para mban përgjegjësi penale vet. Pra është van vet përgjegjësi penale. Në rast të shtyr në bashkëpunim nga personat e tjerë, kjo vepër penale, domethënë shtyr një mitur në krip, por bëhet fjalë për të mitur nën 14 vjeç, ky domethënë vepër penale duke më shumë se 14 vjeç. Vepra penale është bërë në bashkëpunim në rast të kemi të bëjmë me 17 vjeçar mos gaboj apo Ermala, pak të kështu fol, ata që janë të shoqëruar janë 17 vjeçar. Kanë lehtësira, qoftë për masat e sigurimit, qoftë ka dhe lehtësira tjera procedurale. Qoftë se një i mitur, një i rritur, për të njëjtat kushte mund të qëndrote në masë tjetër sigurimi, këta të miturit nuk mund të qëndrojnë në masë tjetër sigurimi dhe masat e dënimit se mund ndodhë që je me detyrim paraqitje dhe dënohesh me burg në fund. Kurse këta kanë dhe përsa e përket dënimit penal, kanë dënime krejt tjera në ndryshime nga të rriturit. Ky fakt është i provuar që ato e kanë ato pllakat në dorë, po të kemi para dhe është bërë mirë që vetëm media këtu është brenda standardit që e ka mbuluar fytyrën. Paktën këtu jemi shumë korrekt. Ka dhe episode të tjera që ka edhe rregullat për të miturit, sepse s'duhet dalin pamjet filmike të miturit. Pra është domethënë shkelje e kodit. Jo, ajo unë po isha në koment live të protestës dhe ajo më bëri menjëherë përshtypje se dukej si një ngjarje shumë normale Karanxha. Pra dikush kishte 6-7 pllaka dhe i mbante aty dhe normalisht që i ka hedhur. Gjatë përshkallëzimit të protestës,
po ky i midhur së bashku me një 3-4 grupe të rinj, të cilët e orientonin me gishta, i kemi me pamje filmike, e orientonin me gishta duke e drejtuar se çfarë duhet bënte. Pra kjo nuk mund të themi që një i midhur është marrë aty dhe është çuar kohë, por siç e kanë treguar që kjo forcë politike ditë i marri fëmijët dhe të përdori fëmijët mish për top, jo vetëm për protesta, po për çdo gjë, për këtë politikën e ndyrë që kanë në mendjen e tyre për të ardhur në pushtet, se mendojnë që do vinë në pushtet me vandalizëm, do vinë me barbari. Më kupton, kjo është gjë më shëmtuar që ata tregojnë vërtet se çfarë kulture kanë. Nuk po flasim gjithë përfaqësuesit të Partisë Demokratike apo gjithë ata që votojnë Partinë Demokratike, se nuk janë niveli i atyre, por janë një grup njerëzish të cilët e orientojnë dhe i përdorin këta të midhur tamam si mercenar, i themi ne, domethënë për të përdorur, si një midhur duhet të jetë në shtëpi vetë një, duhet të jetë me familjen vetë, me grup moshën e vet. Më fal. Tash jo, ideja është neve duhet ta provojmë se kush i ka futur ata. Dali aq hapur mund vetë dyshim se mund të jetë futur nga një person i tretë. Sepse një person që bën një vepër penale, pse nuk del me molotov në dorë këtu për shembull? Ja dali me molotov që ta ketë. Jo, po të kesh parë, nuk në po jo, këtu flas para, kaq. Ata kanë qenë të grupuar, kanë qenë bashkë me pankarta dhe kanë qenë të gjithë me si e ke parasysh ajo ushtrim mercenarësh me kapuç zin, me maska, domethënë të grumbulluar dhe të rrethuar direkt sa për të kryer aktet. Them për të miturit. Aktet, po edhe për të miturit. Kanë maskë. Kurse i midhuri kanë qenë i mitur, kanë qenë edhe 3 të rinj dhe një individ i cili ka qenë, besoj ka qenë i rritur, ka qenë i shtatlistis 187, në ato që kanë parë në që dalja e miturit në kamerë, ka ai që orientonte direkt se çfarë duhet bënte me rasti. Duhet hetohet rasti. Ka dalë shumë hapur. Po pra, po dele edhe me punë, biles ai mirë që si thot ti polisit kthej kokën e gjuj që të shohë kamerë. Mua më bëri përshtypje edhe policia që ndroi pasive. Duhet kishte reaguar. Ka qenë në fillim protestës, policët po të shikosh janë duke bërë kordon. Ai konstatoi që qe fëmin, në momentin që qe fëmin, policia duhet ta kishte kapur që në fillim. Mund të ndërhyrë që të realizohet me ato plagë. Më vjen mirë që një koment nga një profesionist, ish prokuror i nderuar, i cili për shkak të kësaj pseudo-reforme, du ta themi, patjetër që ka ata prokurorë të cilët janë përjashtuar padrejtisht nga detyra, konstaton, apo po themi, shikon ngjarjen në sytë e një profesionisti. Patjetër që unë dhe zyrtari i Partisë Socialiste, këtu përballë meje, normalisht çfarëdo që të themi ne do duket sikur ne themi politikisht. Pra ne jemi njerëz që jemi në një parti politike dhe duam apo s'duam ne, patjetër që çfarëdo që të themi ne, në këtë moment opinioni publik do të thotë që këta flasin në bazë të partisë politike. Por logjika të thotë qartazi që nëse të miturit dalin kaq hapur dhe dalin pikërisht përballë policisë, unë mendoj që kjo është një skenar i pushtetit i cili është në gramat e fundit të tij dhe unë mbaj përgjegjësi për çdo gjë që them dhe besoj që Edi Rama për të mbrojtur Lubi Ballukun po përpiqet të bëjë gjithçka, jo se shqetëson ikja Belinda Ballukut, se Belinda Balluku ishte bërë barre madhe për gjithë Partinë Socialiste. Arroganca, prepotenca, pushteti i madh, absolutisht e më kuptoj shumë mirë edhe luftën brenda llojit tuaj. Por ka diçka tjetër. Çështja e pezullimit të zonjës Balluku, kjo çon tek pezullimi i kryeministrit në detyrë. Pra, logjikisht, Ramës i dhëm tek pjesa e tij. Pra thot, nesër unë mund të pezullohem në detyrë dhe ai spaku i cili për mua është investim amerikan dhe unë do vazhdoj ta them këtë gjë, e kam thënë do ta them gjithmonë, jam në kategorinë e politikanëve të reja që nuk kam sulmuar kurrë as drejtësinë, absolutisht ka prokuror me dinjitet, me integritet, po ka edhe prokuror që gjatë karrierës tyre janë bërë pis, por futem në kategorinë e politikanëve të reja që nuk sulmoj as policinë e shtetit. Unë kam respekt për uniformën e policisë shtetit, për sigurinë që ata përfaqësojnë nëpërmjet uniformës së tyre dhe absolutisht çdo policë të thjesht, unë kam respekt dhe them me përuli përpara tyre, ju uroj të shkuarat edhe policëve, por nuk kam respekt. Jo, kjo është e rëndësishme kjo që thu. Jo, ta nervizoj se je para përfaqësuese PD-s që i uron shërim Absolutisht. Se pam sot Berishën që madje tha kanë bërë gjoja me njëri tjetrin, tha. Atëherë,
Ne me kjo është për të vlerësuar. Ne me policët të thjesht, unë personalisht, as si kam sulmuar, as nuk do t'i sulmoj kur. Por, me mercenar, si Ilir Proda, si ai Bishga, e të tjerë drejtora, të cilët emrohen nga Gystagasi, dhe shkojnë dhe raportojnë në zyrën e Gystagasit, pa tjetër që ne me këta kemi punë. Dhe me këta do të merremi në mënyrë personale. Por me policin e thjesht, ndjej respekt dhe absolutisht mendoj që bën detyrën dhe duhet ta bëj detyrën në çfarë do lloj pushteti. Qoftë në pushtetin në kohën kur është Partia Socialiste, edhe kur të vi Partia Demokratike, edhe kur ka qenë Partia Demokratike. Po me mercenar të policisë së shtetit, të cilët emrohen dhe i shërbejnë bandave kriminale në Elbasan, në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë, patjetër që ne do merrem në mënyrë personale, emër për emër, dhe unë jam nga ato që siç kam denoncuar bandat kriminale pa mu dritë Shërpiku, do të denoncoj cilin do drejtor policie, i cili është i lidhur dhe i emëruar nga bandat kriminale, nga Gystagasi dhe i shërbejnë pikërisht krimit organizuar. Tashi më vjen shumë keq se për shkak të etikës, dhe duke qenë se është debati i parë që ne bëjmë një televizor, nuk do të ndërpreva. Pari, po jo i fundit. No, po s'doja të ndërpresja dhe se ju jeni politikan të rinj dhe mirë është vazhdoj këtë retorikën që më dukesh e mbush. Si vajzaria e mbushur ditë me këtë retorikën boshet të këtyre liderave në 35 vite që duan të sjellin sistemin, ndryshimin, duan të mbulojnë të zhysin korrupsionin, duke sjellur një pastërti figure. Të keqen aman, këto demokracitë në Eleni shqiptarve, të keqen se e di shqiptarët shumë mirë, se kush është Edi Rama, e di shqiptarët shumë mirë, se kush është Sali Berisha, dhe tani të lutem, më falë, tani të lutem se ka që bëre e qove në 360 Sky bisedën. Nuk të ndërpreva, ma lejo ta përfundoj. Do ma lejo të përfundoj se unë kam përgjigje. Kam përgjigje, po ma lejo të përfundoj. Se unë e kisha pak më vonë debatin në SBD, po. Jo, Mateo 360 që ti duhet të bëjë replikë të shkurtër. Si politikanë e re, unë si politikanë e re... Si politikanë e re, të sugjeroj që në një mos merresh me demokraci, me dezinformacion. Kam treguar edhe koherencë politike, jam nga ato e cila i kam dalë përballë edhe pushtetit tuaj, po kam mendim ndryshe edhe brenda partisë time politike dhe lutem, dhe që deri në fund. Dhe jam nga ato që unë kam bërë kauza publike. Politikanën nuk të bën një mandat, as rroga që merr në parlament, as servilizmin ndaj atij që ke sipër. Politikanët të bën kauzat publike dhe t'ju shkosh atyre qytetarëve atje. Politikanët bën vota. Në momentin që ti bën politika publike, në momentin që ti ke kauza publike dhe je aty për qytetarët dhe të besojnë qytetarët, kjo të bën politikan. Politikan nuk bëhesh për një ditë. Kush mendon se bëhet për një ditë gabon. Kemi parë nga ata politikan edhe në partinë tuaj, edhe në partinë tonë, siç kanë ardhur dhe kanë ikë dhe nuk ja u diku shemrat. Prandaj të lutem që të kemi se unë kam studiu shkenca politike e njoh mirë politikën. Ma beso këtë pjesë. Të lutem ata përfundoj. Po, përfundoje. Mos më ndërprinë se ma ndalën 360. E kemi prapë diskutim politik. Okej, ne jemi po flasim metaforikë, domethënë atë që po the ti, që the ti në lidhje, që kemi, domethënë aq keq është sistemi ky vend, e kupton se fundit sot për sot Shqipëria kur e kemi marrë është një 3 herë më lule se që kemi pasë në drejtimin tuaj, gjithsesi kjo është tjetër gjë. Këtu futemi e bëjmë analizë në një debat tjetër po duash. Atëherë në momentin që ti shikon një të mitur aty, si përfaqësues të politikës, nuk është ti se ke parë, po i ka pasur 2 deputet afër ai mituri, që aty fillon edhe ajo përgjegjësia morale dhe atij politikani të drejtë që kërkon që të jetë në pushtet për një sistem më të ri dhe më drejtë, që duhet ta rishte këtë të mitur dhe ta ishte nga ajo protesta. Kështu që kjo është... Kam një pyetje. Një minutë, kjo është ajo që profesionin. Ke fëmijë? Po, kam fëmijën, një sekond. Kjo është ajo që profesionin. Unë kam vajzën në moshën e atij djalit aty, të lutem. Unë kam vajzën në moshën e djalit aty. Ta përfundojmë, po më ndërpreve, do të ndërpresë unë gjithmonë, se unë do të ndërpresë mirë. Dhe ma beso që disa mirë në ndërpresë, po ti nuk doja të ndërpresja. Se doja të dëgjoja me korrekt. Para se ti je përfaqësuese politike, unë jam në. Dhe unë e shikoj atë fëmijën që shikoj atje, edhe atë fëmijën e parë që në protestën e parë, unë e shikoj në radh parë si nën. Absolutisht, pra të bënde rolin edukus një nga përfaqësuesit të partisë tënde, ta bënde rolin edukus. Pedagogë dhe unë kam djeshmëri për pjesën e të rinjve. Pra nuk je ti aty, pra ne po them që nuk janë gjithë njësoj. Kjo është edhe pra ne na bëjnë të ndryshëm. Më kupton, po të ishe partia me shumë njerëz aty, ndoshta do kishim njerëz edhe më të fortë përballë. Edhe pse jo, do kishim betejë edhe më të forta, po. Duke qenë se jeni në atë drejtë ku jeni. Kjo është jemi më të lehtë neve. Tani fillojmë. Edhe kemi përballë me qytetarin, jo me ju. Tani, më fal. Të lutem, s'e kam mbaroj. Tani,
përmende zonjën Balluku. Tani, në lidhe me zonjën Balluku... ka më vonë debati. Një më të lutem, jo, aprit. Rrim të protesta, pra. Të ku të protesta? Te kjo... Po, tha 360 gradë në flas. Do gjën dhe emisioni. Tha 360 gradë, po të përgjigjem unë. Dhe sot nëse ke një polici të shtetit, në standartin më të lartë, për mendimin tim, të reagimit, të kundërpërgjigjes, të luftës ndaj krimit organizuar, të luftës ndaj korrupsionit, sot këtë policik shteti që keni kryer. Kur ndryshe, para pak vitesh, ju e dini shumë mirë, kemi një çështje ende që nuk po merr fund 15 vite më parë, kemi pas një polici shteti, kemi pas një krim shtetëror, kur në një protest vriteshin njerëzit si buke djath. Që ka që mbyllum për policinë shtetit, dhe ka që japë dhe raportin si japë fjallën në kolegë. Një lider, një force, një lider, një force partije politike, i cili është më ngrada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sa mbaron fjalimin e tij, të lutem zonë Kacane, sa mbaron fjalimin e tij, sa mbaron fjalimin e tij me flamurin kombëtar, flamurin më të bukur në botë, fillon dhe molotovët tret forcave të policisë shtetit, kjo është mesazhi më i madh. Nuk është politik, lutem. Ermal, themi te kjo si vëzhgues i mirë i protestës, madje ato ku drejtoi Basha i ke parë dhe më nga afër. Ke qenë dhe vet aty. Aty kishte ndonjëherë prani të miturve? Po, në atë kohë nuk është për ndonjë problem. Jo, s'ka qenë, prandaj është protesta e dytë kjo që konstatohet prania e tërmiturve dhe prandaj bën përshtypje. Në atë kohë nuk ka pasur edhe, po të them, individët cilët kanë qenë prezent protesta edhe nuk fshiheshin shumë për të fshirë. Jo, më fal, kanë pasur, por kanë qenë në shoqërinë e prindërve, kanë qenë larg. Po them nuk kanë qenë. Jo, nuk po themi ato kur Basha dilte me familje, jo, po themi të mitur që kishin gur me vete. Përfshirë me gur apo këto nuk ka pasur në atë kohë. Tani, është shumë e rëndësishme që ne të ndajmë policinë e shtetit nga kupola drejtuese apo profesionistët dhe të ndajmë edhe mënyrën se si nuk duhet bërë as politik me fëmijët dhe duhet kemi shumë kujdes për t'i përdorur fëmijët. Më thënë, në qoftë se ka diçka që më shqetëson si qytetar në këtë pjesë, është përfshirja ose të palëve tret, ose indirekt të fëmijëve për të krijuar akte vandale. Është jo e shëndetshme, është jo, do të thoja, orientuese mirë për mënyrën se si ne konceptojmë politikën, sepse individët cilët mund të kenë revolt me qeverinë, mund të jenë dhe vetë individët cilët mund të shfrejnë dufin e tyre dhe nuk kam pse të përdoren fëmijët. Pra, në këtë qëndrojnë, qofse do të pastaj të vazhdoj me retorikën të çfarë pashun nga protesta, apo... Po, patjetër. Në këtë kontekst mund të elaboroj më shumë se sa të qëndroj tek pjesa... Po, patjetër. Tani, e para unë mendoj, Denis, që protesta që ka thritur, edhe pse ka 1000 arsye për protestuar kundër Edi Ramës sot, protesta ka qenë në një moment të gabuar. Pse? E them në një moment gabuar. Në qoftë se nuk do ishte protesta e Partisë Demokratike, dhe nuk do ishin këto pamje që ne pam, ne sot mund të diskutonim për Komisionin e Mandateve dhe faktin që Këshilli i Europës ka reaguar dhe ka thënë blini Komisionin e Mandateve sa më shpejt për zonjën Balluku. Ambasada e Amerikës ka thënë vija e kuqe është institucioni i SPAK-ut. Do diskutonim pse kryeministri Rama ju zgjua Oreksi për t'i futur duart tek SPAK-u në këto momente, por e gjithë kjo panoramë ne na zhvendosi të merremi me një protestë e cila mund të jetë e shëndetshme edhe pse demokracia forcohet mbi parime, por në thelb politikisht kjo protestë nuk ka prodhuar asgjë. Politikisht flas. Jo, edhe mesazhin. Politikisht. Çfarë mesazh? Edhe mesazhin, që momenti që përdoret mitur në protestë, edhe mesazhin. Dua të ju në këtë diskurs. Jo, politika që ta mbaroj pak. Edhe mesazhin. Do ishte më e rëndësishme që Partia Demokratike gjithë fokusin e vet ta ushtronte dhe ta linde, po themu, mbretin lakuriq para dritave, pse nuk mblidhet Komisioni i Mandateve, pse ndërkombëtarët po thonë mblidhin më njëherë Komisionin e Mandateve, dhe vizitën që bëri sot një prej përfaqësuesve të Departamentit Amerikan të Shtetit përsëri me funksionar politik, por edhe me funksionar të SPAK-ut dhe GKK-s. Po.
kjo do t'ishte e shëndetshme, mendoj unë. Pse sipas teje Berisha e bëri protestën, sa i di të gjitha këto që ju Nuk sapo e vëm thatë? diskutim që Berisha i di të gjitha këto dhe i di dhe më mirë dhe ka më shumë informacion edhe se ne që flasim. Që do të thotë? Ajo që mendoj unë është që dhe zoti Berisha kërkon të devijoj dhe duke qenë se dhe vetë zoti Berisha ka një problem me SPAK-un, nuk do që t'i mshoj më shumë çështjes së drejtësisë. Kjo është Për e gjitha. shkak, në këtë kontekst e mendoj, Okej. për shkak se kupola drejtuese e Partisë Demokratike, kupola drejtuese e Partisë Demokratike është e gjitha në SPAK. Pra ata që janë individët cilin marrin vendimarrje sot, kanë proceset në SPAK dhe janë disa procese që janë drejt fundit dhe pritet një vendim në ditën në vazhdim. Kështu që kjo... Kupola vetëm Berisha është në SPAK, ka dhe tjerë. Po dhe zoti Noka në SPAK është. E ka çuar Gazmend Bardhës, se kam çuar unë. Po. Kështu që këta dy janë kupola drejtuese, partia kjo është kryetari, sekretari i përgjithshëm. Se s'po themi individët e tjerë, që se është, por kupola drejtuese e partisë kjo është, ajo që e drejton. Në këtë kontekst, mendoj që për mos i dhënë shumë zë institucioni drejtësisë, Berisha do duhet që të të synojnë edhe për të dhënë mesazhe. Pra zoti Berisha do të japë edhe mesazhe që politikisht është akoma i fortë, por edhe për të dhënë mesazhe aktorëve politik, duke qenë se është propozuar dhe një tryezë politike, që unë jam njeriu që vendos sepse unë kam shumicën brenda opozitës. E diskutojmë këtë tryezë, po vetëm një minutë me qenë se Iliriana u përmend këtu fakti që PD-ja ose e bën qëllimisht ose bëri autogol. Cili është opinioni juaj? Atëherë, për sa i përket protestave në çdo lloj kohe, protesta është e shëndetshme për demokracinë, po sidomos në një moment delikat për demokracinë, ku sot demokracia është shkelur çdo parim demokratik kushtetues, ku kryeministri u lëret me të madhe, do vinë ata me patlake, do të vi SPAK-u, do të dëmon, kjo është alarmante. Pra, ky kryeministri, më falë, lutem, ky kryeministri, një sekond, po ja, ai kryeministri që tun 83 mandate, të cilët duhet themi që janë mandate një pjesë të tyre, korrupsioni, krimi, droge, trafiku ndërkombëtar, Sinaloa se të tjerë, ky kryeministri në qoftë se është i sigurt që shqiptarët e kanë besuar, pse është i friksuar nga SPAK-u? Pse është i trembur nga SPAK-u? Jo, tani ja ku jemi këtu. Në rregull, pra, SPAK-u pati, të lutem, ky kryeminist. Ajo logjika e kolegut është shumë interesante. Pse është i Në trembur nga momentin që Rama mori një humbje në gjykatën kushtetuese, ju bëni zjarr dhe me Molotov. Kjo është Jo, kolegu ishte pas sakt, se nuk na tha emrin e profesorit të lidhe me dha një informacion pas sakt, që ka kërkuar jo këshilli mandate, jo të rivëri, se gazetarët kanë qefi qik që të ta devijoni që informacioni. Gazetarët janë pushteti Po, katër, harroj ndëruari, që Kosta, harroj ndëruari që zoti Rama prit nga Kosta dhe... Më thash Këshilli i Europës da mesazhe për tua. Ka mesazhe, po sa lidhe me zonë Balluku. Por për këtë do t'i mblidhe komisionin e mandatit. Po ma nxirr dekleratën më zotëri dashur. Është deklaratë e Komisionit Evropian, jo. Po ma nxirr. Ja ta nxjerrun deklaratën. Po ma nxirr dekleratën. Shkoj publicitet dhe rikthehemi një herë pas pak. Mirë, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë do të shohim pak edhe se si kanë reaguar palët, ndërkohë Rama ka reaguar me këtë status. Këto janë bombat artizanale me të cilat janë sulmuar dhe djegur e plagosur mbrëm punojësit e policisë. Nga e vetmja parti politike në botën demokratike që ushtron dhunë dhe e dyta në historinë e botës së tërë, pas asaj të famkeqit Robert Mugabe të Zimbabves, që i shkon mbrapa një 80 e kusur vjeçare të damkosur e të lajthitur. Uroj që drejtësia të bëjë drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkoj pangurim bartësit e këtyre armëve me kapacitet vdekje prurës. Ndërkohë, Rama duket që është më i butë, por ndërkohë ka patur socialistë të tjerë që duan një hetim dhe ndëshkim më të fortë për ata që sipas atyre, për shembull po lexoja zonin Braçe, për deputetët që kanë qenë pranishëm. Ndërkohë janë 4 deputet në hetim Kanaxha. Çdo të thotë, thjesht është hetim rutin, apo mund ketë momente që ata të preke nga përgjegjësia ligjore? Do më lejosh vetëm një minutë. Jo, vetëm ta thotë. Jo, po është e rëndësishme kjo që të them. Atëherë, për mua është qesharake, se ky shtet realisht ka shkuar në pikën e qesharakës. Belind Kolliçi nuk ndodhet fare në Shqipëri, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe të fusësh Belind Kolliçin të proceduar, ndërkohë ai nuk ndodhet në Shqipëri. S'ka qenë dje.
nuk është fare këtu, është në Amerikë, po ju them. Okej. Pra kjo është qesharake dhe ky shtetë duhet mësoj të bëhet i çik më serioz. Pra duhet jemi serioz, ore kemi të bëjmë me interesin publik, kemi të bëjmë me qytetarët, duhet jemi shumë serioz. Dhe të procedosh një njeri që s'ka qenë fare në protestë, po Shtetet Bashkuara të Amerikës, është qesharake, unë nuk arrit ta kuptoj dot, sinqerisht. Karança? O, Denis, do më lejosh vetëm për t'i thënë që ku bazova, sepse më tha që ishe i pasakt të Këshilli Po, patjetër, po, ma lër ta mbaroj Karança Ka dokumenta po vula po raport mediatik do më japësh mua zotëri dashur. Çdo dokumenti, ore Komisioni Evropian nuk ec me garë. Edhe nuk merret me emër individual. Te media mbas. Po jo për Komisioni Evropian nuk merret me zotëri. Ke dokument vul. Të lutem. Apo ke kod çu lajm. Jo. Alfred, më lër ta sqaroj, po ta mbaroj Karança një herë. Deputetët duhet verifikohet po pozicioni çdo kujt. Për shembull janë na doli që Belin Hiç nuk është në Shqipëri. Po. Mund të organizoj protestën me telefon. Tash a organizohet me telefon? Qofse provohet që ka pasi telefon dhe ka fol nga Amerika, atëherë prandaj është proces hetimi. Dhe për 21 janar, po të kemi parasysh të proteste 21 janarit, pjesa më e madhe e personave të arrestuar në flagrancë nuk kishin lidhje me ngjarjen fare. Pra kanë qenë protestues, se kjo është protestues, është protestë e lishme, se s'është protestë e palishme që këto i kapën janë pjesë e një organizimi të palishëm. Duhet verifikohet nga analiza e pamjeve filmike, çdo kush që ka bërë veprime të palishme, bëhet ajo me foto, del konkretisht kush ka bë, edhe del dhe pozicioni deputetet, dalim tek deputetet. Duhet pa, për shembull njëri ka qenë në Amerikë, që këtu gjasat ka të përjashtohet. Domethënë s'mund të çojmë një person, është ligji i dytë i termodinamikës, nuk mund të jesh njëkohësisht në dy vene. Pra mund të jesh edhe ne dhe këne, e para. Mund të jetë shpirtërisht aty, po jo fizikisht. Tashin nuk dënohesh pse je me shpirt në protestë. Pra ke menu që do udhësh i tull. Po nuk ke përgjegjësi. Pra duhet par pozicionin çdo kujt, roli i çdo kujt e provuar me prova. Pra duhet me prova. Që të hetohen është gjë tjetër. Që do thotë kryesisht fokusi do jetë tek ata që kanë qelluar apo jo? Po pra, te ata që kanë qelluar, veprimet konkrete të gjithkujt, me punojësit e policisë të plagosur, domethënë janë, është e vërtet që është i numër i madh i punojësve të policisë, bëhet akti ekspertimi që përcaktohet grada e dëmtimeve të tyre. Duhet kemi parasysh se kemi dëmtime që i pjesë janë shkaktuar me mjete, janë dëmtime djegje kryesisht, janë shkaktuar nga benzina dhe nuk, domethënë në momentet e para është një protest, roli individual ose individualizimi i dënimit quhet në drejtën penale do përcaktohet nga grupi hetimor. Në rast se ka vend për deputetët, edhe diçka të punit, në bazë të 75 të kodit procedurës penale, kompetent është SPAK-u. Atë këto do të pyesje. Pra, SPAK-u hyn në lojë vetëm nëse Prokuroria e Tiranës konstaton që një deputet mund të bëjë një veprim palishëm. Nëse ka deputet apo jo. Pra, nga dhënat e deri tashishme, mund të verifikohen, pra fjala verifikim, sepse po e them termin verifikim, se duhet jemi të saktë me terminologjinë. Ke verifikim personën e tim. Personën e tim e po vetëm SPAK-u. Pra mblidhen provat që ka vend për të regjistruar emrin në regjistrin e njoftimeve të veprave penale dhe më pas mund të procedohet me kalimin e akteve në SPAK për veprën përkatëse. Që mund të jetë një 242 organizimi i mitingjeve të palishme ose i tubimeve të palishme që kanë sjellë pasojë, sepse në moment që ka ai person, ai punojësi policisë, oficeri i policisë, ka bërë thirrje për shpërndarje se ka kaluar në akte dhune, duhet të ishte shpërndarë shifrat rast pas rasti, gjithmonë. Duhet parë dosja, pra, sepse një dënim penal kemi një person dënohet, duhet provat konkretisht çfarë veprime është bërë në atë protestë, duke përfshirë edhe deputetët. Se do ikit çështja në gjyq nesër, me çfarë do ta provosh. Fakti që kanë qenë në protestë nuk do të thotë që ka bërë veprime të palishme. Okej, mirë, Ermal, kthehemi tek ky momenti i reagimit politike. Së pari reagimi i Ramës, se me sa duket e gjeti dhe PS-ja një këta e quajnë Rama Duro, tani Rama do ta quaj Robert Mugabe, pak a shumë u gjet si thuash. Edhe diçka më fal, më bëni përshtypje pse ja pas ka vonë emrin Panda, asaj. E shikon atë Molotovit? Po, ja do të thonë emrin Panda. Nuk e di. Ja e ke të shkruar aty. Po Panda. Panda 1. MR30, çfarë janë këto Karança? I ke hasur ndonjëherë në punë? Jo, Panda s'kam pa. Panda ne dim është Ariu Panda. Është Ariu Panda. Po këto nga kryesisht këto janë materiale se është folur që mund të kenë ardhur nga Kosova, verifikohen dot këto gjëra? Hetimi besoj do t'i zgjedh. Po i shoh se materiale janë edhe për vitri, për shkakun mund të vinë nga vende të tjera, nga lindje largët. Nga se sot bota është bërë vol, ka tregti, ka gjëra. Do verifikoj hetimi.
mund të ketë një gjurmë papilare të kato temë Pra gjithçka është e mundshme të edhe gjurmët papilare. Unë do doja vetëm diçka. Te Rama? Jo, po te Rama. Ajo që më bën mua shumë përshtypje është që e gjithë qeveria, statuset e tyre, moralist të mëdhenj, harruan 2011-ën, harroi Taulant Balla kur është sipër në atë foton e famshme sipër policëve, pra këta kanë harruar fara të protestat e viteve tyre. Po Taulant Balla si ka gjuajtur një me Molotov. Vetëm më lër të mbaroj. Oficerët policisë protestë. Besoj se i mban mend protestat. Më se kam qenë protestant. Dakor me ju, po besoj. O zonjë, të lutem. Të lutem. Tani moralin nuk mund ta bëjnë ndërkohë që këta në 2011-ën kanë qenë sipër policëve. Policët kohën tuaj të shkyenin me shkopa gomën. Të shkyenin me shkopa gomën, e kam bujtur vetë. Ma ka dhënë mur koka një ditë 3 natë. Protestën e 2010-ës se ban mend sipër kokave të policëve. Kam qenë 20 vjeç më shkopa dhe gomës në kohën e këtyre të dhimbnin për 4 ditë rresh, çfarë po thoni? Unë mendoj që maronte protesta, sa ikshim neve nga protesta, juve vishin me shkopa gomën dhe na rrit. Moj zonjë, të lutem. Po koherencë politike po them unë ka provu vetë protestën kurrizë zonjë. Pra ai që e ka bërë vetë del sot dhe thot si e bëj, pra, protestuesit, zemrimi i qytetarëve 13 vite, shpopullimi, krimi, korrupsioni, gjitha bashkë. Mo zonjë, unë po të them, ne mbaronin protestën, mas gjysmore, ishim duke ikur nga 3-4 kilometra larkë sheshit, në atë ko që ka qenë. Dhe të vinte shkopi gomës, kokës, pajtutuar si nga të vinte. Që ka qenë po? Bashkë me jonë braqën si për kokave të policëve. Po tash i të lutem, tash le t'i kthejmë këto, por duhet të kthejmë... Ata ishin si për njëri tjetrit, pastaj policëve. Tani, bravo, tani duhet të kthejmë të fokusi, se qytetarëve në fund fare, në fund të ditës, qytetarë që na ndjekin, se ne vim për ata. Ju intereson, cili është pensioni, cila është rroga, a e mbyllin dot muajin, a ka ilaçe për onkologjikun, pra çfarë bëjnë ata, unë duhet të them të fokusi. Pra këto retorikat politike, unë zakonisht në çdo rast i studio politike. Dhe shqiptarët i di shumë mirë, sele gjendjen e sistemin e pensioneve, Sali Berisha dhe Partia Demokratike në Pushtet, sela e onkologjikun, sela gjendjen e spitaleve Partia Demokratike në Pushtet, sela qytetet Partia Demokratike, sela sistemin arsimor. Po juftoj të vini në zonën time elektorale, në Durrës, dhe të shkojmë dhe të shikoni banorët e përmbytur, që 15 minutat e para që bin shi, i gjithë Durrësi përmbytet. Sa mi që keni filluar të kutoni për të përmbytur juve, se ju në kohën tuaj i kishit përmbyturit 15 vite nuk i ditën që unë kam hyrë në politik, unë kam zgjedhur të jem ata qytetarët atje. Tani, detyra ime është jem ata qytetarët. Tani, unë dua të të ftoj, që të vish, është bërë një investim $20 milion të një hidrovori, askush nuk e di se ku kanë shkuar ato para. Durrësi përmbytet sa herë bien 15 minutat para të shiut, qytetarët janë pa shtëpi, Belinda Balluku ka 300 shtëpi, 300 apartamente. Ku e ke parë këtë më zonjë? Ne kemi dëgjuar ato që kanë dalë nga atje. Qa, nga ku? Ku e ke lexuar më zonjë, të lutem, ku? Unë tani nuk do të po një njeri që është përfaqësues politik nuk duhet të gënjej më zonjë. Është parimi më i madh. Politika të bëjë të gënjesh, por nuk do të gënjesh. Ku e ke këto 300 apartamente? Jo vetëm se unë nuk gënjej, por kam koherencë 300 apartamente. 300 apartamente të Ballukut duhet të për banorët e tërmetit një përgjigje që banorët e përmbytur dhe banorët e tërmetit duhen shpërndar këto shtëpia, më vëlla, janë pa shtëpi. Më falë, a jeni për politikë publike ju? A jeni për politikë qytetare? Leta mbaroj Ermali, atë ndërkohë se dua se të shkoj pak reagimet e Ramës dhe reagimet e Berishës. Por që korrekt me zotrin, reporti vi ekskluzivisht ka pyetur Këshillin e Europës. Jo, është Komisioni e Europës, mos e ngatro. Komisioni e Europës. Dhe Komisioni e Europës ka thënë të mblidhet me njerë Këshillin. Ja, fjalia e saktë që është përgjegjësia e Kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pa vonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Lufta kundër korrupsionit është një rëndësie parsorë për përparimin e Shqipërisë. Kjo ka qenë përgjigjja e zëvendësit të KS për Report TV. Po kush është zëvendësi KS? Tani me emër, e do me emër tani. Ato kanë emaile zyrtare. Jo, e dua me emër. Jo, po kjo është pra. Jo, një sekondë. E dua me emër. Të lutem, unë po ta jap intervistën dhe ta shohësh me qetësi. Por nuk besoj se e vendosim ky lajm pastaj u përhap në natyrë. Sill me emër. Kush është zëvendësi që ka thënë? Sepse unë kam pas, unë ishim me Zoti Kosta, ku Zoti Kosta ka deklaruar që ka një marrëdhënie, një raport shumë të mirë me Shqipërinë. Në gjithë reformat që po bën, Shqipëria ka reformat më të mira që po bën, dhe me luftën e korrupsionit. Në qoftë se mund të ketë qenë, në qoftë se është pas vendimit të
gjykatës kushtetuese se para vendimit gjykatës kushtetuese ata nuk shprehen. Më fal. Pas të mund të unë nuk e di. Po doja ta di. Ta kaloj. Shikon që jam korrekt. I mandateve. Një sekondë të lutem. Komisioni i mandateve. Atëherë Ermal, themi pak. Në mënyrë që të heqim Iliriana, shikoj pak reagimin, shiko pak dhe reagimin e Berishës që të bësh një analizë si e trajtojnë dy liderët të protestën. Ndjekim pak kronikën e Berishës dhe rikthehemi. Qytetarët e Tiranës. Krenari të Kompit i quajti Sali Berisha protestuesit demokrat që të fshehur pas maskës së zezë, hodhën molotov dhe sende të forta në drejtim të policisë. Janë krenaria e Kombit shqiptar. I zbardhen faqen Shqipërisë kundër narkoregjimit të Edi Ramës. Një ditë pas tubimit që në ndërgjimin e tij dhe të deputetëve demokrat shpërtheu në dhunë para kryeministrisë dhe kuvendit, Sali Berisha jo vetëm që nuk u distancua nga sulmet, por shkoi deri në skenarët se policia goditi protestuesit me plumba manovër. Edi Rama kishte përgatit skenarin e gjakderdhjes, kishte përgatit ekzekutimin e protestuesve paqësor në shesh. Goditja me pluma gome në kokë provohet në shumë të raste vdekjeprurës. Por policët e lënduar në protest nuk pati një ndjes, por hodhin një tezë të re. U hudhin gaz policëve, vetë, dhe i fusin ambulancë. Evidente, si ta sfiksuar. Berisha tha se krahas deputetit demokrat Bledion Allbatit, i cili mori trajtim në spitalin e traumës pas përplasjeve me policin, sulm fizik pati edhe ndaj dy deputetëve të tjerë, Zia Ismaili dhe Klevis Balliu. Mirë, rikthehemi atëherë. Të lutem Ilirian se është analiza, të lutem. Jemi me analizën e kolegut dhe pastaj do shohim pak se si reagojnë liderët dhe ajo që ka bërë përshtypje më shumë se sa ironia e Ramës është pikërisht reagimi i Berishës. Ma nxirr pak të lutem titullin ku Berisha thot snajperët qelluan ndaj protestuesve. Ç'do të thot ky reagim Ermal? Unë mendoj që në deduksionin e komunikimit zotit Berisha i duhet tashmë një narrativ për shkak se dhe ai vetë është koshient që kjo protest nuk prodhoi politik. Fund të ditës, zoti Berisha e ka mjaft mirë dhe ka analogjin mjaft mirë që protestat cilat janë udhëhequr nga Partia Demokratike. Nuk ato që bëri le të themi Ilirian në studio që tha dhuna është dhe kërkojmë le të themi sa më shpejt punojësit e policisë të shërohen, Berisha nuk e bën, ndërkohë... Ja urdhro. Qa është ai? Protestus. Po dakor, ku janë snajperët të Iliriana? Tani unë nuk... Urdhro, më falë. Ku janë snajperët? Urdhro protestus. Po snajperët i ka qef ai me snajper vrau njerëzit e... Lutem. Pra ne ka qef ai snajperët. Ai kujto se që vjeta snajper. E pat gazetarin nëse si... E pat gazetarin? Më falë. Gazetari... Po, e pat deputetin? Operatori. Po deputetin. Po deputetin. Më falë, po deputetin. Operatori mori flak nga kushe mori. Me deputet, ora është e turpshme. Ora janë të rrezika. Ora janë të rrezika, po janë të rrezika. Janë thënë, ne po flasim për liderin e opozitës, i cili thot janë qelluar me sniper. Tani kjo na i sqaro pak. Me që Berisha dhe prandaj pyeta. Berisha është rrim informacion. Dhe nëse Berisha e thot diçka. E besoni ju këtë? Nëse Berisha thot diçka ka informacion. Jepe deduksionin. Pse e thot Berisha diçka që edhe vetë ai ka përshtypje nuk e beson? Unë mendoj që zotit Berisha i duhet një narrativ për të krijuar dhe për mbajtur frym tensionin për shkak se ai ka thritur në datën 20 një protestë tjetër. Po. Dhe duke qenë se pjesëmarrja nuk ka qenë ato numra që zoti Berisha është mësuar, i duhet të krijoj një narrativ. Gjithashtu dhe zoti Rama në anën tjetër e ka të gjithën retorik politike, sepse unë ju dëgjova dhe në 2011, në gjë tjetër çfarë bëri Garda, por dhe Partia Socialiste në atë kohë nuk kishte një parti e cila bëri një protestë paqësore. Po. Kemi parë pamje që goditeshin policët, kemi parë, ju e mbani mend shumë mirë. Polici i cili mori flamurin për ta mbrojtur në 21 janar që e mori kështu, sa erdhi Partia Socialiste e pushoi nga puna Sajmir Tahiri. E vërtet. Pra, në këtë kontekst, ne nuk duhet i mshojmë shumë retorikave politike që bëjnë aktorët politikë. Jo, unë na e të pyeta, duke
S'ka shqiptar që beson këtë që thot Berisha që... Po s'ka sniper me pluma gome, më zot. Pyetja ime është deduksioni, pse bën Berisha këtë lloj gjuhë? Ku do të dali pra? Tash, Denis, në datën 20 ai ka thritur protest tjetër. Po të shikosh deduksionin e protestave që janë zhvilluar vetëm këto kohë, të paktën atë çfarë kemi parë ne, dhe Iliriana Basajt na i korrigjoj, kanë qenë në zbritje numrat. Dhe nuk ka prodhuar asgjë. Çfarë ka prodhuar kjo protest? Më thua një fjalim që la shenjë nga ajo protest. Se këta edhe vetë janë të paqartë akoma, a e duan qeverinë teknike me Edi Ramën, a e duan pa Edi Ramën, sepse ka shumë pak kohë që kanë dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Dhe në anën tjetër, këta nuk krijojnë dot empati, dhe kam thënë, dy probleme thelbësore ka shoqëria shqiptare sot. E para është institucioni i drejtësisë, që këta akoma nuk kanë guxim të artikulojnë qartë asgjë për këtë institucion, dhe e dyta që në optikën time është shumë e rëndësishme, është diplomacia. Fatkeqësisht, Partia Demokratike sot i ka dyert e mbyllura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur them Partia Demokratike them kreu i saj, se nuk po them se këta thon ka dhe deputet. Kreu i saj i ka dyert e mbyllura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Britaninë. Kissingeri kishte një dogëm shumë të fuqishme në diplomaci. Në diplomaci nuk ka rëndësi, thoshte, kush bërtet më fort. Rëndësi ka kush është i besueshëm. Sot që flasim, Sali Berisha është i pabesueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Britaninë e Madhe. Kaq, po ta them me pak fjalë. Okej. Atëherë, më falë, për të replikuar me Ermalin. Pyetjen e kemi. Një miku im që punon te forcat e armatosura, zotëri është në marrëdhënie pune i zotëria që ti pretendon me e ka pushuar Sajmir Tahiri tani. Ka në punë, marrëdhënie tani unë nuk e di kur është kthyer prapë. A mund të më jepni përgjigje? Okej, jo, se mua vin ku informacion. Mirë, toj zotëri fjalë, ka hequr Sajmir Tahiri nga puna apo jo? Ka hequr Sajmir Tahiri. Ju lutem, tani të flasim për të tashmen. Më falni, a mund të më ktheni përgjigje me çfarë është qelluar ky zotëria këtu? Me çfarë është qelluar? Unë kam pasur prag të zotërin. Tani unë po të fyes. Sniper me pluma gome nuk ka. Tani, të lutem. Prokurori mund të flasë. Tani flasim në realitetin. Le ta thot ai. Ka shanse. Është i gjakosur. Më vjen keq me që është lënduar. Shiko si është. Pa ajo mund të jesh çdo lloj shenje Iriana tani. Eksperti. Po nëse e kam pas në krah këtë zotëri në protestë, prandaj po. Po nuk është fakt që e ke pas në krah. Ky zotëria kam parë shumë zotëri të tjerë të gjakosur dhe në këtë mënyrë. A ka mundësi të më shpjegoni, nuk jam ekspert. Karanca, a është e mundur që të qellohet me sniper dhe dallohet nëse është qelluar me sniper? Kjo është pyetja, me që ka shqetësim. Është goditur kohë. Ky gjallë është tash. Po. Person është gjallë, domethënë nuk është. Jo, gjallë është patjetër. Është gjallë është në mesin ton. Por është ideja ta bëra pyetje. Duke parë mjetit vendi i dëmtimit duhet parë, domethënë, sepse mund të jetë dhe me gur, me mjet fort mbretës. Sepse predha, për shembull, po të jetë me predh. Predha unë kam qenë krahun e këtij zotërisë. Tashin lidhe me plumat e gomës që folëm me plumat e gomës janë domethënë nuk janë që shpojnë, por vetëm të godasësh ose të vrasin fort. Pra, por sniper nuk ma do menet të jetë sniper ai dëmtim. Mund të jetë në dëmtim me gur ose mund të jetë me një diçka tjetër. Policia shtetit gjuan me gur? Mund të jetë gur, varet se sa. Mund të ardhë nga një drejtim tjetër. Me mjet fort mbretës, e pash atë. Jo, po harrojnë molotova që hedhin në drejtim të forcat policisë. Edhe në një cifër nga ai lloj molotovi mund të shkuar zotërisë. Nuk ka pasur gjë në dorë, ka qenë me duar në xhep. Nga oficerët e policisë. Më kupton. Të lutem, atë bjem Iliana, ne do flasim për politikë. Le të flasë eksperti për atë dhe mbyllim këtë debatin se nuk besoj, unë jam i bindur që s'ka shqiptar që na ndjek se pastaj bëjmë edhe ne qesharak. Po ta vazhdojmë debatin që është qelluar me sniper. Prandaj le ta mbylli zoti Karanxha këtë debat dhe vazhdojmë aty tek shqetësimi që shprehu me drejtë Ermali sa fitoi PD-ja nga kjo protestë. Po, Karanxha. Shikon mjetin ashtu, fati që është gjallë, domethënë që nuk është bërë te shpus, sepse mund do të jetë plumë, është plaka te shpusë, mund të jetë një mjet i fortë mbretës, mund të jetë gur. Kjo e përjashton përdorimin e sniperit. Po e përjashton se sniper është kalibri i madh dhe ka tjetër. Okej. Do të thonë flas mjeti fort mbretës është tjetër gjë. Mund të jetë shkop, mund të jetë gur, po jo sniper. Kjo ishte e rëndësishme për të thënë. Për këtë rast, sepse mund të jetë gjyt me sniper tashin. Persona të tjerë, patjetër. Për flasim për këtë person nuk është sniper mballë, po të ishte mballë, ishte në botën tjetër. Por ama ka dhunë nga forcat e policisë përballë protestuesve. Tani, edhe dhunën e forcave të policisë, pra
proporcionalitetin, sepse kishte edhe pretendime për gazin, duhet parë rast. Unë kam qenë aty. Pra, rast. Kam qenë prezente. Mas rast. Më fal. Për shkakun nëse është Prokuror, përdorur. unë kam qenë në borrin e Partisë Demokratike kur ka hedh gaz policia e shtetit. Këtë ma shpjegon do tani nga ana, pra në një seli, kur sulmohet selia e Partisë Demokratike, mund ma shpjegosh si ka mundësi që unë brenda oborrit të Edhe kemi Partisë. bërë celinë e Partisë Demokratike. Brenda Partisë, unë po flas për rastin konkret kur kam qenë. Edhe kemi mbrojtur. Kemi patuar ligjin dhe ligjin e ka lënë me hapësirë. Unë po ju Po them. thosha mund kemi frenuar edhe këtë mbushjen e. Unë ju dukem njëri i dhunshëm, kam një pyetje për ju. Molotov. Ju dukem njëri i dhunës? Tani unë jam sulmuar në selinë e partisë time. A mund të ma shpjegoni ku e merr të drejtën? Nuk të ka ardhur policia e shtetit për ty mizoj. Aty mund të ardhur për të shpërndar protestues, ndoshta të cilët po furnizonin me Molotov protestuesit e tjerë, ndoshta mund të pas shumë brenda një selie partisë. Pas shumë arsye. Po si mund të hedhësh gaz brenda selisë partisë demokratike? Janë arsye objektive, Rastet e një lloj arsye në botë nuk mund të hedhësh gaz brenda selisë dhe nuk mund sulmohet selia e Partisë Demokratike. Për rastet e një lloj arsye. Është e patolerueshme. Po. Shko, unë mendoj që... Unë do kaloj me njerë pas publicitetit e tema politike, se kjo u ezaurua. Do them diçka, duke qenë se kam qenë dhe në protestat e 2019-ës, mendoj që ka një keq menaxhim edhe të policisë shtetit në mënyrën se si po e mbarvajt protestën, sepse mbaj mend atë kohë me Sandër, ne i thoshim Sandër Kimiku për shkak se e mbushi gjithë Tiranën me gaz, por policia e shtetit Po kësaj radhe u përdor shumë pak gaz. Ishte shumë e strukturuar. Vetëm në momentin kur dhuna ishte e skajshme në parlament u përdor përdorën ujë dhe fare gaz. Kësaj radhe policia ka qenë shumë tolerante. Një sekond lutem se po habitem nga zotëria. Tani ishte në shërbim apo jo, pra se po thua ishte shumë e strukturuar, do thotë që jemi shumë mirë pra. Po të them ishte më e strukturuar në koncept, pra në përgjigje të probabilitetit të dhunës që mund të vinë nga protestuesit. Tani më kupto kur por normalisht që është me strukturuar pra. Se ka tjetër menxebim, ka tjetër drejtim, ka tjetër vizion. Është ka rregull, ka disiplinë, ka standard. Policia e shtetit po shkon drejt profesionalizmit dhe standardit. Nuk kemi me deputetët që kanë qenë ish ministrat brendshëm edhe rrajin policët. Rrajin policët në rrugë, më kupton tani? Kam një pyetje dhe do kërkoja nëse ka mundësi televizioni juaj të shfaqë momentin kur afrohen deputetët e Partisë Demokratike tek parlamenti dhe shtyhen nga policia e shtetit. Këtë do kërkoja nga televizioni juaj, sepse unë jam mike e televizionit tuaj, pavarësisht çdo lloj gjëje. Tani, Iliriana, një shtyrje e policisë. Kur goditet Bledion Albati, po thua. Dhe, jo vetëm goditjen e Bledion Albatit, edhe nëse e keni atë, por do t'ju kërkoja kur Luciano Boçi, përfaqësues të Partisë Demokratike, shkojnë tek dera parlamentit pa protestues dhe ata shtyhen në një mënyrë të tmerrshme nga policia e shtetit. Do kërkoja në qoftë se e keni atë pamje. Nuk e kemi për momentin, po unë do ta kthej përgjigje me një pyetje. Si mundet që policia e shtetit do ta kthej përgjigje me një pyetje deputetët e parlamentit më lër të ta kthej për të përfaqësuar në parlament ata qytetarë që i kanë votuar dhe i kanë zgjedhur. Përgjigjja ime me një pyetje është kjo për ju si përfaqësues e PD-s. Si është e mundur që deputetët e parlamentit të shkojnë të protestojnë tek shtëpia e tyre, sepse ata të nesërmen sot shkuan në parlament. Ja do ta kthej përgjigje. Çfarë kuptimi ka të protestosh në parlament? Kur ai futesh brenda. Jo, deputetët ishin me protestuesit. Protestuesit kishin shkuar përpara parlamentit, atij parlamenti që kanë prodhuar mandate krimi, mandate korrupsioni, të atyre të cilët nuk e meritojnë për qenë përfaqësues të shqiptarëve. Po ç'lidhje ka kjo tani? Që të ecin me temën. Shumica e tyre nuk i njeh kush në lagje, nuk kanë bërë kurrë kauzë publike. Okej, po pse proteston që ke shumë të drejtë që nuk i njohin ato të PD-s? Zoja Kuçanave, një pyetje drejt për drejt, përse ata kanë votuar njerëzit që nuk i përfaqësojnë parën? Pyetja ime është kjo. Më lër ta bëj pyetjen dhe përgjigjen. Ata që ishin protestues kanë votuar deputetë e Partisë Demokratike në parlament dhe di shumë mirë që ata nuk janë në zonë. Që i kanë prodhuar bandat kriminale dhe unë kam qenë kandidate në Durrës. Unë kam qenë kandidate për deputete në Durrës dhe kam parë me sytë e mi se si presionoheshin dhe një nga kandidatet për deputet të Durrësit është përzon nga banda e Shkozetit. Unë guxoj t'ja them emrin, kam guxuar të jem pjesë asaj fushate, do t'jem ballë. Po mos i bëj këto referime për politikeve të mbushësh opinionin publik kot. Këto bandat kriminale, drejtori organe kompetente. I kam drejtuar organe kompetente. Por si mundet në një shtetë demokratik? Publicitetit do rikthehemi tek ajo çfarë prodhoi protesta politikisht dhe çfarë do të ndodhë politikisht pas protestës. Me njëherë pas publicitetit.
Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, si thash tashmë në këtë pjesë të dytë do të flasim pak politikisht, e në fakt, prandaj e ngacmova le të themi profesuese e Partisë Demokratike se Luciano Boçi dje ishte ngjitur me djemt që mbanin Molotov para parlamentit, sot ka shkuar në parlament, është ulur te Komisioni i Reformës Territoriale. Le ta ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Opozita u rikthye. Diskutimet për reformën territoriale në Komisionin e Posaçëm nisën pas gati 2 muajsh bojkot. Ju përshëndes dhe ju siguroj që dhe ne kemi të njëjtën qasje për rëndësinë e madhe që ka Komisioni i Reformës Territoriale. Palët nuk i shpëtuan dot qëndrimeve politike edhe pse agenda e komisionit ishte tërësisht teknike. Në tryez, PS e PD ulen sërish me një klim mosbesimi. Komisioni që është ngritur me konsensus, që ka paritet, duhet ketë patjetër një produkt në vetim. Kjo është baza e nisjes së këtij komisioni. A kemi siguri ne për këtë? Jo, nuk kemi siguri. Në qoftë se nuk ka produkt, se dalim dhe ke pjesa tjetër, atëherë është mungesë e gatishmërisë suaj, por edhe e tonës për të pranuar variantet, por varianti tjetër i fuzionuar, jo një variant totalisht me ngjyrën tuaj, partisë tuaj, apo një variant me ngjyrën blu Partisë Demokratike. Dakordsinë dhe mirëbesimin e mazhorancës, Mazniku thot se e kanë, por i kujton opozitës se nuk duhet ta keqpërdorin. Nëse është e mundur që kjo reformë të kaloj me unanimitet në kuvend, do të ishte në fakt zgjidhja ideale. Ka tashmë prova të dhëna nga majorancës në raport me këtë komision të mirëbesimit për një proces tillë. Duke filluar që nga kërkesa për bashkëresin, mirëbesimi i dhënë tashmë në mënyrë sistematike nga majorancës nuk mund dhe nuk duhet të jetë një mekanizëm për të bllokuar punën dhe për të mos e çuar përpara këtë reformë. Diskutimet u rikthyen sërish në pikën fillestare. Ishte apo jo dështim reforma e 2015-s? Dhe vetë ju sot e deklaroni që dështoj kjo reformë 10 vjeçare, dhe ndërkohë duhet që ta thellojmë akoma më tej, thoni nëpër media, që duhet shkojmë tek një produkt ose tek një numër shumë herë më i pakët në dallim nga vendet e Bashkimit Evropian. Reforma e realizuar e 2015-s, të paktën në, siç po e themi në gjithë secili qëndrimin individual, është nga kryer reformat e Shqipërisë, edhe ka sjellë rezultate të jashtëzakonshme në mirë qeverisjen e Shqipërisë. Në mbledhjen e parë pas bojkotit me votat e mazhorancës u zgjodh sekretari i Komisionit Posaçëm të Reformës Territoriale, socialisti Ermal Pacaj. Lista e ekspertëve që do të mbështesin komisionin do të rishikohet e plotësohet sërish nga të dyja palët, ndërsa plani i punës pritet të miratohet në mbledhjen e së hënës. Atëherë, Zoja Kuçane, ta nisim me ju që në një farë mënyrë dje bët lajmin e protestës, sot ulët në komision. Ka një kontrast të fortë aty? Nuk po themi pse ulët, sepse edhe s'mund ta kritikojmë PD-n që pse shkojnë në parlament. Po kjo qasje, një parti politike që ka gjitha kushtet për të shprehur në parlament, çfarë ka të nevojshme të përdor dhunë në protestë? Kjo është pyetja. Atëherë, çdo reformë që është në shërbim të Shqipërisë, çdo reformë që i bën mirë demokracisë, çdo gjë që ka të bëjë me të mirën publike për shqiptarët, absolutisht unë jam mbështetëse. E kam thënë dhe do ta them vazhdimisht. Çdo reformë që e çon Shqipërinë pranë trenit evropian, absolutisht që Partia Demokratike dhe unë jam mbështetëse. Siç e dëgjua dhe zotin Boçi, tha pra një reformë e cila nuk do të vendoset nga Partia Socialiste siç ka ndodhur. Po patjetër, aty janë dy palë dhe duhet të diskutojnë. Por më lejo të them vetëm diçka. Po. Jemi mësuar që vitet e fundit të shikojmë arenë boksin parlament. Ndërkohë që parlamenti do të jetë arenë debatësh, idesh, vizionesh për shqiptarët. Shqiptarët janë të lodhur nga kjo gjë, kërkojnë diçka tjetër, kërkojnë një lloj niveli dhe kërkojnë se çfarë do të bëjmë ne, ku do e çojmë Shqipërinë. Çfarë do të shkojë të shtëpia e tyre nesër? Si do jetë jeta e tyre? Si do përmirësojmë arsimin? Si do përmirësojmë shëndetësinë? Si do përmirësojmë që ne të jemi pjesë e familjes madhe europiane? Të gjitha këto por pa kriterin social, ekonomik dhe politik
ne nuk bëhemi do të Në pjesë rregull, familjes madhe. ke shumë të drejtë, po pyetja ime këtu. Më lejo vetëm diçka. Ta le bëj dhe pyetje pastaj vazhdoj. Zotin Faca, tani të lutem mund të ma shpjegoni kush është ky sepse jam kurioze, kush është ky zotëria që kishte lënë përfaqësues Partia Socialiste, s'ja kam dëgjuar kur emrin në jetën time. Ty ta kam dëgjuar disa herë. Ka tani Jo, kjo, kush është, se po ka unë nuk i rëndësi njoh antarët e komisionit, unë si njoh fare antarët e komisionit Më fal, të lutem. Tu kemi arritur. Zotin Boçin unë e njoh. Jo, në rregull. Politik, përfaqëson Edhe zotin Mazniku, po tani them. kam një pyetje. Ky zotëria kush është që ka lënë përfaqësues PS-së se nuk e njoh? Më falni. Jo, mos ma devijo debatin, Lirana, të lutem, me mirë kuptimin tënd, mos ma devijo debatin. Pyetja ime është kjo. Me të drejtë, na keni fyer inteligjencën sinqerisht. do të bëjmë Në një debat. parlament të shtul drejtora Agolli, vjen ky zotëria, unë nuk e di fare kush është ky. Po është ekspert, ai nuk ishte, më duhet Mirë kur e djata shqetësohet për të marrë. Më fal, kush është ky? Po janë njerëz, parlamenti ka 140 deputet, të cilët janë votuar nga populli shqiptar. Mund të përfaqësoj një komunitet, një shoqëri, një kaos, çfarë gjë. Se nuk e kam dëgjuar kur në jetën time. Dëgjoj. Më fal. Ky është problemi ju, se ju jeni mësuar, keni 30 vite. Ne kam dëgjuar unë. Kemi 30 vite dhe më vjen keq, faktikisht, prandaj nuk ka rinë energjizim. Jo, më fal. Prandaj nuk ka rinë energjizim Partia Demokratike. Se ju keni 30 vite me të njëjtat figura. Por shikoj kë kemi përfaqësues ne aty më. Keni 30 vite. Por shikoj kë kemi, ne kemi një profesor, një njerëz të nderuar. Ora ky zotëria kush është, më fal. Të nderuar janë të gjithë, përderisa janë pjesë e parlamentit të nderuar. Ora nuk e paragjykoj. Do t'i kërkoj ndjes zotit Faca në Mazniku përfaqësuesi homologu i zotit Është Mazniku pra homologu. Ora ky zotëria çfarë përfaqëson? Secili ka rolin e vet, lutem, a ka mundësi të thotë profesionin e tij, çfarë ka bërë në jetën e tij, ora thjesht ta votuar shqiptarët, lutem, atëherë diskutojmë ne ky është pjesë e listës së mbyllur. Tani e fillove shumë bukur dhe më pëlqeu ndërhyrja. Ky është pjesë e listës së mbyllur apo listës së hapur? Sapo the, tani unë nuk e dija, nuk kisha në ndjenjë. Ne jemi ullë për një reform, lista, për shkak të listës së mbyllur, sepse unë e kam kritikuar atë listën e mbyllur. Dhe për ta kritikuar të listën e mbyllur, unë jam dakord që t'ulemi në debat dhe të bëjmë një listë 100% hapur. Kush votohet nga populli të futet në parlament? Se nuk është diskutimi kjo tani. Zoja Kuçana, nuk është tani mos ma devijo. E kemi kuptuar, tani më në fund se unë nuk e dija që pas ka ndryshuar regjistër lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, sepse ka thënë që neve nuk do të negociojmë dhe nuk do të përfshihemi në kapituj apo në reformat që do të ndërmarri që kemi hapur. Ja, këtu diskutojmë politikisht tani. Ardhja e PD-s çfarë do të thotë? Dhe kjo qetësia juaj, ky hap për mendimin tim, ishte aq minimalisht do të thoshte, ore ç'a bën o zotëri? Zoti Minga. Po jo, e kam dhe me pësën. Tani, ai Mazniku minimalisht do t'i thoshte këti zotëris Boçi, ore qa bët dje, vla? Jemi vlezër, jemi shqiptarë. Kjo qëtësie pësës, kjo është e abit. Kjo është ajo që neve interesi qytetarëve prevalon ndaj interesit. Jo, por interesin qytetarëve duhet të reagoni ju, se ju me njëri tjetër nuk zihen. Interesi qytetarëve është që brenda ka një afat dhe një direktiv nga Bashkimi Evropian që në korrik duhet të mbarojë reformat territoriale. Reforma territoriale. Reforma territoriale dhe kjo reformë shumë e rëndësishme. Edhe në një nga kapituj që kemi hapur me Bashkimin Evropian dhe për kjo është shumë e rëndësishme për ne dhe më në fund uroj që të vazhdojnë ta ndjekin që atë jetën parlamentare që e bëjnë rrugë, përpiqen ta bëjnë rrugë me ato foltorët. Se edhe kjo si që protestë, për foltore kombëtare themun, kështu themun. Se protestë është fjalë e modhe. Dhe atë jetën e rrugës mos ta bëjnë më në parlament. Po të fillojë të japë cila është qasja e Partisë Socialiste, të lutem. Sepse Niko Peleshi nuk na jep fjalën. Partia Demokratike e Partisë Socialiste për reformën territoriale. Qasja e Partisë Socialiste. Janë variantet, por normalisht do ketë negocim. Është për numrin e uleve të bashkive, sepse dim shumë mirë që kemi shumë bashki me pak numër popullsie banorësh dhe mendimi im drejt centralizimit i gjithë bashkive dhe pushteteve është edhe për shërbim më efikas të gjithë territorit, është normalisht edhe për numrin e ulë të deputetëve që t'jenë edhe më efikas në parlament, edhe unë jam shumë dakord që 140 deputet që mund të duhet një parlamenti, mund të bëhet edhe më pak deputet, por kjo është në varësi dhe sa të bjenë dakord. Por ajo që neve kërkojmë është që... Sa di unë, pas të Lirana ma konfirmon... Jo, ajo që neve kërkojmë është që... Dikute 100 bashki, nuk e di nëse do bindet dakord PS-ja apo jo, po me 100 bashki. Tani, kur kemi bashki të lutë me 5.000 banorë, s'mund t'jetë bashki të një klasë në realitetin nëse. 5.000 banorë ka vetëm një zonë të njësia nëmër 2. Fillimisht më lejoni të thëmë qasin e Partisë Demokratike.
Pra, në Partinë Socialiste askush nuk e di se çfarë do dhe çfarë vendoset. Aty vendos vetëm një dhe quhet është mbreti, quhet Edi Rama. Për sa i përket, më fal, jo, më lër ta argumentoj unë. 83 mandate që ai tund i ka marrë ata deputetet, i ka struk, asnjë nuk del as në debate televizive, sepse nuk kanë çfarë thon ata. Ata nuk i ke askund. Pse? Sepse ai thot, këtu vendos unë, ju do shkoni çoni kartonat, nuk ju kam zgjedhur që t'jepni mend të japun këtu, ndërsa në Partinë Demokratike ka debat dhe ju e dini mirë, ne kemi diskutuar dhe bashkë. Po, ai shumë debat ka debat. Se ju jeni madhështor, keni një aleancë madhështore, sa keni krijuar dhe edhe atë simbolin më të madh të vetë përjashtimi. Nuk kisha dëgjuar ndonjëherë unë personalisht futem në kategorinë e njerëzve. Nuk kisha dëgjuar ndonjëherë që një njeri të vetë shpallit i vetë përjashtuar. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë asnjë libër të shkruar. Nuk e di, domethënë vetëm ju jeni perla tek ai. Politike unë e them mendimin tim ndryshe, njihem si njeri që them mendimin tim ndryshe. Po, do të vikosh që do vetë përjashtohesh, më kupton. Se kemi parë ne ata që janë kundër Sali Berishës, kanë parë vendin ku janë. Identiteti dhe liria që unë ja kam dhënë komoditetin vetës time, se nuk kam hyrë në politik as që për një rrogë, por kam hyrë për një mision. Kam hyrë për një mision dhe për kauza. Po cili është misioni, më zonjë, cili është misioni? Që e pranë dhe mbron një lider i cili është non grada. Më falë. Ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një njeri që prodhoi 97-ën. Një njeri që prodhoi Gërdecin. Një njeri që ka prodhuar kauzat sociale, plagët sociale më të mëdha të vendit. Nëpërmjet George Soros është pallur non grada. Po mi për ju Edi Rama më të më keq. Për qytetarët e Sali Berisha. Non grada me një dozë pas një fakt. Sali Berisha edhe si popore e Partisë Demokratike kur mos na ardh në këtë vend. Është nën grada pas një fakt. Ndërkohë, kemi një kryeministër i cili ndan tenderat me mesazhe. 97-ën e bëra unë më. Kemi një kryeministër i cili dosit e akshit. Gërdecin e bëra unë më. Kemi një kryeministër sa nuk është kryeministër, pa është kryeministër. Të miqë merrni ato fëmijë i përdorin miq për to, po kemi kryeministër i cili ka emëruar kryeministër. Gysa Gasi shpërndan tenderat. Gysa Gasi vendos drejtorat e policisë. Gysa Gasi vendos për ministrat. Gysa Gasi shoqërohet nga drejtoresha e Shikut. Gysa Gasi po. Kjo, ja këtë qeveri kemi. Kjo palo qeveri kemi ne që drejtohet nga Gysa Gasi, ku policia shtetit me uniform shkon në zyrat e Gysa Gasit. Po këtë qeveri kemi. Okej, formal, atëherë. Kryeministër, po unë refuzoj të kem kryeministër Gysa Gasin, të lutem tani. E refuzoj, besoj se refuzon dhe ti. Ti djalë me formim, besoj se refuzon të kesh kryeministër Gysa Gasin. Pra, unë dua, se kemi të prokurorin këtu, do doja shumë që Spaku t'i bënde një nderë të madhë shqiptarve dhe të nxirte ato përgjime që janë brillante në zyrën e Gysa Gasit. Ju vetë duhet jeni krenar për gjithë mirat. Më falë, që sot vizioni ati individi i ka selë Shqipëris. Gjithë drejtorat shkojnë dhe falen të zyra Gysa Gasit. Pra kryeministri nuk është Edi Rama, është Gysa Gasi. Dhe një kryeministër që shantazhohet her nga Gysa Gasi dhe her nga Belinda Balluku, nuk ju duhet asnjë Shqipërisë për kryeministër. Eci me këto dy reforma, cila sipas jush është qasja që do ndjek PS dhe PD? Do t'i kalojnë pa si thuash me përfshirë interesat e tyre të ngushta, pra dy partit, apo do kemi proces më të hapur? Denis, unë mendoj që Partia Demokratike duhet jetë aty prezent. Deduksioni im qëndron që Edi Rama nuk do i pyesi. Kështu e ka pasur zakon edhe për shkak të numrit kartonave edhe për shkak të numrit mandateve, nuk është se au ka nevojën, por Partia Demokratike duhet të shfaqë para shqiptarëve cili është vizioni tyre për reformën territoriale. Pra, sa kërkojnë këta bashki, sa deputet këta mendojnë, por duhet ju flasi shqiptarve. Dhe më pas, kur Edi Rama, sepse Edi Rama do të vazhdoj me të vetën, unë jam i bindur, as ka për t'i pyetur fare këta, të thot që ne bëm këtë propozim, por vetë kuj me numrin e kartonave, duke shkelu... Jo, duhet të të bëj vetëm një ndërhyrje të vogël. Jo, e kam shumë sinqerisht. E para njëre kemi Zoti Mazniku që ka qenë ministri i pushtetit vendor dhe është ekspert në lidhje me pushtetin vendor. Vetëm unë do unë shikoj, sepse unë duke qenë se edhe pavarësisht se unë kam rolin e drejtimit të qarkut, por jam edhe merrem kryesisht me pushtetin vendor. Ajo që duhet shikojmë është një bashki ka landfill, një bashki ka kanal, një bashki ka hidrovor, një bashki ka dig. Për mendimin tim, edhe kjo reform do të shërbejë më mirë bashkimin e bashkive, të cilët i japin mundësi që një bashki pak më e fort financiarisht, pra që ka më shumë biznes, fuqi ekonomike dhe diçka prodhuese. Ketë mundësi të vjedhë më shumë. Të ketë, një sekond pra,
të ketë së bashku një bashki e cila është më e pafuqishme ekonomikisht, sepse gjithë thelbi është, sepse edhe kjo reformë territoriale është edhe për autonominë e bashkive, edhe për, siç është Tirana sot, një bashki me një superfuqi kuptimin ekonomike që mund t'i mbulet gjitha shërbimet vetë, dhe të ketë edhe mundësi që ta diversifikoj portofolin e shërbimeve. Në këtë rast, do doja, për shumë që ta kishin edhe bashkinë e tjera. Për shumë, unë shikoj që për shumë kam bashkinë e Kavajës. Bashkinë e Kavajës e kam të cunguar me investime, e kam cunguar për shumë nga sektori social, sepse është pa fuqishëm. Po keni vënë styrin bashkisë Kavajës. Jo, është mirë, unë mora, ja më të marrë dhe vorën. Po mirë më të vash. Po të marrë dhe vorën. Në rrjesht të pletsova. Po flasë, të mëndë që ka ca bashki ende të pafuqishme, financiarisht dhe me borgje, madje, për të përballuar të gjithë atë fluks shërbimeve që kërkohet për të jetë qytetarit. Ne duhet shojmë se çfarë ndryshimesh mund bëhen reformën territoriale që mund të kenë qëllime të mirëfillta politike dhe jo për të shërbyer qytetarëve. Këtë ka për detyrë Partia Demokratike, neve mund ta flasim dhe ta diskutojmë. Ne do ta bëjmë. Një nga interesat që unë e di mirë, një nga interesat që ka Partia Socialiste është bashkimin e bashkive për të arritur të kenë fuqi financiare që të arrijnë që t'i përballojnë të gjithë shërbimet. Që do të jetë një numër rreth 40 bashki? Jo, po që të ketë fuqi financiare, kuptimin të japin gjithë shërbimet edhe të mos jenë të cunguara. Që mos jenë të detyruar të marrin prapë nga buxheti i shtetit, mos jenë të detyruar që të jenë prapë në borxhe me detyrime, po të kenë pavarësi autonomi. Atëherë Ermal, ta bëjmë pyetje më konkrete se unë pak a shumë informacioni që kam është që PS-ja kërkon diku te 35, 40 ose 42 bashki, PD-ja kërkon mes 90 dhe 100. Janë shumë larg. Ose do vinë prapë të 60 që kemi ne këtu, ose është ajo që ju thoni PS-ja do kaloj me numërën. Si e shikon atë, le themi, momentin fundor të kësaj reforme? Unë mendoj dhe ta them jam I bindur të paktën, shpesh njeriu s'mund të flasë 100% me siguri se në politik ndryshojnë gjërat, por mendoj që vetë Edi Rama nuk do e marrë në konsiderat asnjë propozim të Partisë Demokratike. Pse? Sepse një e di pafuqinë politike që kanë këto momente Partia Demokratike dhe favorizon numri I kartonave dhe I mandateve për të vendosur dhe ai e ka treguar në fakt që në thelb mund të jetë në imazh që kërkon këtë demokracinë sa për imazh, por në mënyra se si vepron nuk është se kërkon miratimin e opozitës apo të partive opozitare. Pastaj, nëse ne do të flasim çfarë do të jetë modeli më I shëndetshëm, duhet vi me analiza financiare që të shpjegojnë çfarë I shërben më mirë. Okej, këtë nuk mund ta bëjmë sot, por politikisht do të them do fitoj ai që ka më shumë kartona, po thua, jo kompromisi. Jo, kompromis nuk besoj që do të ketë. Po. Unë I ndjej vetëm një frikë kompromisit që mund të ndodhi për SPAK-un. Po. Nëse në terma afatgjat dhe këtu historia politike na ka treguar dhe këtu I referohem sociologut italian Pareto, I cili që thoshte pushtetet ndahen për të sunduar dhe bëhen bashkë për të mbijetuar. Aktualisht në momentin që ndodhet sistemi politik shqiptar dhe që rreziku ju vjen nga institucioni I drejtësisë, këtu duhet shohim a do të gjejnë gjuhën e përbashkët dy aktorë. Si ke parë deri tani? Po deri tani në atë çfarë unë kuptoj është që të dy armik kanë SPAK-un. Pra ne sot kur Partia Socialiste është garanti dhe kur nuk do të ketë para SPAK-ut. Më lejoni, po më lejo. Protestun përpara SPAK-ut. Unë nuk të ndërpresa. Të lutem. Sot ka dalë kryetari I Bashkisë Rogozhinës, ka thënë jam I burgosur politik. Po e diti Edison Memolla se çfarë është I burgosur I politik, mund nuk di të them do të vë ulërimën. Tani jo çdo njeri që akuzohet dhe dënohet nga GKK-ja për shpërdorim detyre mund të quhet I burgosur politik, sepse I burgosur politik ka qenë Haveli, burgosur politik kanë qenë njerëz me intelekt. Mos u merr me deklaratë individëve, se ashtu edhe Staliani ashtu e quhet I veten, I burgosur politik, po asnjë nuk e mendon që ai ishte I burgosur politik. Deri dije ishte kryetari I Bashkisë Partisë Socialiste dhe ka bërë një deklaratë. Në rregull me ty jam unë, por nuk ka qytetar që mendon këtu që ka të burgosur politik. Në anën tjetër, SPAK-u që po kërkon arrestimin e numrit 2 të qeverisë, çfarë po ndodh? A kemi raste që kryeministri Rama ka thënë publikisht mos guxoja si prokuror të kapi telefonin tim, ka thënë nuk kemi republik prokurorësh, pam protestat e shëmtuar atyre që rrethuan SPAK-un me mbështetës. Pra këto janë intimidime. Ja ta pyes pak Karanxhën këtu, meqense e lash në heshtje për debatin politik, por debati që lidhet me SPAK-un, këto padyshim që do përfshihesh. Shikon që ka një klim të politikës që është duke tentuar të rrethojë SPAK-un?
Dhe që mund të jetë e përbashkët PSD? Po t'i referohemi retorikave politike që kanë folur. Po, gjuhës lider. Berisha ka pasur pretendime për rastin për Irena Gjokën, që ka qenë e dënuar. Pra të kemi parasysh për dënimin e Irena Gjokës. Tani është apo jo fakt ky do ta sqaroj ILD-ja. Por po ka pasur diçka ku të kapet. Se ne s'mund t'i themi një politikani që është një proces penal, pra ta lëm Berishën si politikan, por ta shohim si një individ. A ka drejtën e procesit tregut ligjor? A ka drejt gjykohet nga i gjyqtari pa dënuar? Sepse këto janë kriteri që ti është në SPAK, ke kalu filtrat, ke kalu vettingun. Ama më zonë zë dhe garancët, ajo pati përballje me Belerin edhe u filluan këto përballje jo me Belerin, po dhe me Tarzanin. Duhet të kesh parasysh. Një dosje timore, ju e dini shumë një dosje timore kur nuk mund të prishet. Tani duhet të kemi parasysh, kur një prokuror ka qenë i shoqëruar me person të dënuar, ka ikë nga puna. Pra që i papërshtatshëm. Kur je i dënuar vetë, s'quhet thotë këtë. Kjo s'ka kuptim, kjo s'shkon. Pra ka ngritur një pretendim ta sqaroj ILD është apo jo e dënuar. Marrim rastin e pretendimeve të kryeministit. Po. Ka pasur për shembull pretendime lidhet me pyetjen e dëshmitarëve për transparencë. Kjo është diçka e mirë. Pra që dëshmitarët sot me mjetet e sotshme që janë, dëshmitarët pyeten. Ka pasur pretendime që janë pyetur te oraret të caktuara, domethënë, pse të mos jetë transparencë, që një dëshmitar që nesër pas nesër ti e ke dëgjon çfarë ka thënë para, çfarë pyetje ka bërë oficeri i policisë gjyqësore, pra ku ka vënë për përmirësim të përmirësohet. Nuk mund të themi që janë bërë bashkë kundra SPAK-ut, sepse është situata e tillë politike ndërkombëtare. Ndërkombëtare, se ne më shumë punojmë për ndërkombëtarët se sa për kombëtarët. Pra neve më shumë jemi në rregull me ato, se është shkatruar sistemi i drejtësisë në Shqipëri, se janë 200.000 dosje në dorë, s'merremi fare. Se shqiptarët janë duke vdek gjykatave, s'po marrin drejtësi, kjo nuk ka rëndësi. Po, ne jemi në rregull me ndërkombëtarët, dhe këtë pikë mendoj që nuk ka vend për të riparë reformën, po thua? Ka vend për riparime. Ku ka? Sepse kjo punë u bë që u bë. Duhet të riparohen, por aty ku nuk shkon, nuk shkon. Karanxha, pas publicitetit kam një deklaratë shumë interesante që ka dhënë Ministri i Drejtësisë Lamallari për kolegun tonë Ertila Galliu, ku e thot hapur se çfarë ndërhyrje do t'i bëj nenit famshëm 242 të kodit penal apo Kodi procedurës penale dhe duhet të rishikoj dhe nenin 288. Do ta shohim, do dëgjosh deklaratën e ministrit dhe pastaj do m'japësh një opinion të qartë se çfarë do të bëj mazhoranca me atë që Rama tha do ndërhyjmë në këtë ngërç që ka shkaktuar dhe që nuk e zgjidhi gjykata kushtetuese. Pas pak. Atëherë rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë Karanxha dua të jesh pak i vëmendshëm se ndoshta nuk e ke ndjekur këtë, por ndoshta është indicia e parë dhe e fortë se çfarë ndryshimesh do të bëj mazhoranca në raport me nenin 242. Le ndjekim ministrin Lamallari në një intervistë dhënë për kolegun Ertila Galliu. Atëherë, siç e ka bërë media dhe kryeministri në reagimin e tij publik në Twitter, në platformën X, është shprehur shumë qartë që në fakt kjo lidhet me funksionet kushtetuese, me ata të cilët nuk mund delegohen. Sigurisht edhe unë vetë si ministër ka disa funksione të cilat nuk mund t'i delegoj sepse ligji e përcakton qartë tek zëvendësministrat. Kështu që kjo do të sillte sigurisht një bllokim të situatës të punës që për vendimarrje të caktuara. Dhe për te emrit konkret do të ishte bllokimi i funksionit kushtetues i institucionit, pra rastin konkret do të thoja nëse unë gjithë praktikat që unë kam në Tryezë sot do të bësh e pamundur pasi askush tjetër sipas ligjit sot nuk mund të nënshkruajë këto dokumente. Kështu që kjo duhet në mungesë të një qartësie, një vendimarrje të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë situatë, sigurisht është e nevojshme patjetër që të kemi një qartësi qoftë edhe të mëtejshme, çdo ndërhyrje të nevojshme që gjykohet dhe nga grupi parlamentar socialist dhe nga Kuvendi i Shqipërisë. Megjithatë, ajo çfarë është e rëndësishme është që ne i referohemi gjithmonë funksioneve dhe nevojës të ecurisë, sidomos në këtë kohë, në kuptim të miratimit të shumë akteve, të qindra akteve ligjore, të cilat mund të përcillen si propozim në Këshillin e Ministrave vetëm me firmën e ministrit. Vetëm unë mund të paraqes propozimin në Këshillin e Ministrave, jo bashkëpunëtorët e mi këtu, me gjithë respektin për punën e jashtëzakonshme që ata bëjnë, si në kuptim të negociatave, por gjithçka që ka të bëjë si me piketat ndërmjetme, por edhe ndryshimet e nevojshme ligjore
po edhe për kodin penal, patjetër mund të mbajnë vetëm siglimin e ministrit përkatës. Kështu që është shumë e nevojshme që të ndajmë disa çështje shumë qartë dhe këtu patjetër dhe Kuvendi merr rolin e tij, grupi parlamentar socialist dhe patjetër dhe reagimi publik i kryeministit ishte në vazhën e këtyre zhvillimeve që ju përmendët. Atëherë, Karanxa, kjo është për dikë që e kupton është shumë e qartë. Pra, këtu do të futet dhe ministri tek mbrojtja përveç të zgjedhurit vendor dhe të zgjedhurit, mos gaboj, ishin dy kategori, të zgjedhurit dhe deputeti. Janë të zgjedhurit sipas kodit elektoral. Pra, kodit elektoral është kodi zgjedhor, është këshillat bashkiak. Atëherë, përse Lamallari e përfshin ministrin si një funksion kushtetues i pa delegueshëm? Është e vërtet? Tani në bazë ligjit të Këshillit Ministrave dhe kodit të procedurave. Besoj kjo ishte ai thelbi që ai tha apo jo. Pra do jetë dhe ministri, le të themi, po kur është dhe ministri do jetë dhe kryeministri apo jo. Me mbrojtje që nuk mund të pezullohet. Kjo ishte pak a shumë ajo që ideja që e vërteta është që sot që ne flasim, kemi pasur është investuar 3 herë gjykata kushtetuese për ligje të pasakta të bëra në kuadër të reformës drejtësi. Çështja e parë është çështja e parë që është shumë themelore, nuk është e qartë se për çfarë masa sigurimi duhet të drejtohet në kuvend, duhet marrë autorizimin kuvend për ministrin dhe kryeministrin. Pavarësisht sot është qeveria socialiste, nesër mund të vijë një tjetër, nuk ka rëndësi, por ministri dhe kryeministri duhet të jetë i qartë se për çfarë masa sigurimi merret autorizimi në kuvend. Kjo çështje duhet qartësuar një herë mirë. E dyta që është bërë paqartësia e reformës drejtësi janë pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ka qenë komisionin drejtësi i reformës drejtësi që i ka propozuar këto paga, një herë kështu, një herë ashtu. Dhe edhe treta, ngërçi kushtetues i krijuar në gjykatën kushtetuese. Kjo që thot ministri e zgjidh, pra do futim dhe funksionet kushtetuese të padelegueshme. Këtë ku e gjejmë këtë në term për shembull? Kë quan ministri funksioni pa delegueshëm? Pezullimi sipas ministrit, pezullimi nuk është nocion kushtetues. Pra pezullimi, ministri ose shkarkohet dhe e mbrojtë. Jam dakord, po tani pezullim s'ka, ta marrim këtë të konservuar derisa të mbarojë çështja penale. Pra ky koncept duhet sqarohet sepse ishte objekt i shqyrtimit gjykatën kushtetuese dhe çështja u nda 4-4. Ndërkohë që prap konstatojnë se t'i bi shkurt, kjo dispozitët e gjykata kushtetuese funksionon në bazë ligjit për gjykatën kushtetuese. Ligji për gjykatën kushtetuese është bërë një paçavure. Ka pasur një vendim të mëparshëm në gjykatën e Strasburgut është Marini kundër Turqisë, kundër Shqipërisë, është çështje Marini. Marini ka pasur çështje ngjashme siç ka pas kryeministri sot që i është detu gjykatës kushtetuese dhe është nda gjykata 4-4. Pra kjo duhet punë ishte sqaruar, duke qenë se nuk është sqaruar nga gjykata kushtetuese, kuvendi për mendimin tim do ishte mirë që të mblidheshin, domethënë të ishte me konsensus politik, që të sqarohen në mënyrë të qartë për çfarë masa sigurimi, duhet pa dhe neni 288 që është shumë i domosdoshëm, kushtet e procedimit duhet sqarohet për ministrin, kryeministrin dhe edhe deputetin. Kjo është pjesa parimore që ju deklaroni. Po ministri e tha qartë që nuk i bën domosdoshmë ministri dhe për shembull propozimin e ndryshimeve të kodit i kam unë. Kryeministri ka kompetencat e tjera. Pra kjo ishte ide të bëhet një qartësi që edhe ministri të mos ketë mundësit askush ta pezullojë. Kjo ishte pak a shumë e qartë. Tjetë, ose shkarkimi, por tani, me dispozitat jemi korrekt edhe me dispozitat sot të kodit procedurës penale, spaku dhe gjykata që ka vendosur masën nuk ka asnjë lloj pengese. Pavarësisht, domethënë, ishte detyrë e gjykatës kushtetuese që të bënte interpretimin kushtetues të kësaj. Është kushtetuese kjo apo jo? Ata nuk e bën për fakt ligjit që kanë bë të reformës drejtësi që është ligj thashë edhe një është ligj jashtë standardit, se duhet të kishte zgjidhur duke pasur një vendim Strasburgut se qëllimi i reformës drejtësi ky ishte që ne të implementojmë në drejtën e brendshme vendimet e Strasburgut. Duhet ishte gjithë zgjidhja. Pra janë 4-4, vote kryetarit kishte vlerë. Edhe të merrte që neve të kishim një zgjidhje. Sot jemi pa zgjidhje. Kjo është herë e parë që një kryeministri është herë e dytë Ramës, fatikisht ka dhe një proces tjetër që ka zgjedhur 7 vjet shkallë. Kjo është herë e dytë që i mohohet e drejta për një proces tregut ligjor.
Kryeministri. Sepse ti s'mund t'i detosh gjykatës, thotë gjykata, s'tjapim vendim se s'kemi quorum. Ti du të zgjedh e drejta i takon o këtit o këtit. Neve themi i takon këtit sepse Se diçka teknike, Kanxha, si mund të ndërhynte mazhoranca teneni 242 vetëm apo dhe ndonjë nen tjetër? Duhet ndërhyjë teneni 288, që janë kushtet e procedimit për deputetët dhe për ministrat. Duhet serohet Por e qartë ajo që kuptuam nga ministri apo jo Ermal është që edhe ministri do futet në fashën e mbrojtjes. Kuptohet edhe kryeministri se po u fut ministri është dhe kryeministri. Të t'jap në një lajm se besoj je interesuar dhe publiku që pas shumë muajsh më në fund Albin Kurti merr mandatin e ri, është vot besuar, ky është dhe lajmi i fundit që po ndiqni edhe në shqiptare.com, po edhe në fleshin informativ, ka marrë vot besimin me diku nuk e di sa vota ishin, po më në fund pas sa muajsh ishte kriza në Kosovë, kishte disë shumë muajsh nga viti kaluar. U bënde zgjedhje. Është zgjedhur kryetari i parlamentit sot, është zgjedhur dhe qeveria dhe parlament dhe le të themi kabineti i ri. Ishte pritshme, fakt. Ishte pritshme, po megjithatë kushdo që është interesuar mund të shkojnë në shqiptare.com. Po, ndjes. Denis, në thelb, tani ne diskutojmë që këta ndjen të shqetësuar për pezullimin e një ministri. Fakt, unë nuk dua të replikoj me Karanxhën se nuk jam profesionist dhe nuk jam jurist. Por kushtetuesja në thelb e dha një vendim që rrëzoi poshtë kërkesën e qeverisë. Pra, vendimi i GKK-s ishte rrëzoi për hir të parimit kur janë barazim, nuk është se rrëzoi me shumicë. Kjo është e rëndësishme për të thënë. Në thelb, prandaj po them, nuk dua ty, por parimi është... Po ka që kësa nuanca opozitare. Vendimin fjalë është në bie në kundërshtim me praktikën evropiane drejtave të njeriut. Unë nuk jam jurist. Jo, dhe nuk është faj, dhe ta theksoj, nuk është faj gjykatës kushtetuese, ata e morën një vendim. Po patjetër janë të lirë të vetojnë se themi ti gjyqtari ta kapim prej veshi, dhe ti thua është voto këtë. Ai e votoi, ishte faj ligjvënësit që ka bëhet ligj. Po, gazetari gjithmonë duhet këtë nuanca opozitare, gjithmonë. Po patjetër. Jo, i thash Alfred. Jo, në rregull, jam dakord, kështu që ta... Tani, çfarë ndodh? Ne po të shikojmë atë se çfarë ka prodhuar SPAK-u është që Partia Socialiste, përveç se SPAK ka hyrë në zemër të kryeministrisë, i ka treguar dhe e ka çuar Edi Ramën dhe PS në një cep të ringut. Ne e dim shumë mirë që Edi Rama kur nisi 2013, nuk e nisi me këta bashkëpunëtor. E nisi me Sajmir Tahirin që se kemën politik, e nisi me Ahmetajin i cili bën deklarata për zonjën Balluku, për Akshin, për Gjysagasin, e kishte me zotin Velia, e kishte me zotin Ilir Beqa, i cili gjendet pas ora. Pra SPAK-u në thelbe ka kushtuar. Nëse ta ftyrën dyre do kesh në atë gjirin politik. Atë keni tuajnë ju, vazhdoni, nuk është punë. Njeriu më ndyrë mos më njohësi është, po hajtë më... Në sens... Okej, ecim. Në sens, çfarë ndodh? Pse Edi Rama ndjeti shqetësuar tani? Se po të shikojmë, këta kur e kanë votuar reformën drejtësi, këta kanë pasur ekspertët, kanë pasur njohësit më të mirë, dhe këta vetë-vetiu kanë qenë 140 vota të cilat janë votuar aty. Dhe unë mendoj që pavarësisht, sepse SPAK qëllimin kur u krijua e pati apo reforma drejtësi, pati dhe përmirësimin e gjykatave dhe to, por pati thelbësisht për të goditur politikanët e korruptuar që nuk ishin përgjigjur para ligjit. Në këtë kontekst në mbajmë në 2016 kishte deputet në atë kohë nga Partia Demokratike që ju erdhi mesazh në telefon nga ambasada amerikane nëse mbanin tjetër qëndrim. Ashtu siç mbaj mend që edhe një prej deputetëve të Partisë Socialiste doli nga burgu me pranga për të votuar reformën drejtësi. Ishin 140 vota. Sot ne nuk duhet të harrojmë që nëse këta, pavarësisht sepse disi është çështja sa herë ka ndërveprime të cilat janë, siç është SPAK-u që është një strukturë e posaçme, ka dhe dëme kolaterale të llogaritshme. Pavarësisht se çfarë narrative mund të përdoret, pavarësisht se si zoti Rama kërkon, unë mendoj nëse nuk gjem aprovimin në Washington dhe nuk gjem aprovimin në Bashkimin Evropian, nuk do të ketë fuqi të bëj asgjë kundër. As këtë që thotë ministri Ramallari? Po jo, me kostën ishte para pak ditësh se lidhe ka marrë. Zoti Gonzato, po, e dakord që ishte me kostën, po dhe edhe zoti Gonzato, zoti Xhafaj
I ka thënë dyher. Herën e parja tha në mbledhje që ishin në një tryezë të përbashkët jo mbledhje, dhe ju tha vija e kuqe është institucioni i SPAK-ut. Po tjetër sot çfarë tha? Dhe në kontekstin tjetër, vetë zoti Brau nuk ka pranuar deputetin që zoti Xhafa po e çon si inspektor nëpër gjykata për të... Kjo është i sqaruar, por që t'jemi konkret, atë që thot Ministri Lamallari që padyshime ka me orientimin e kryeministrit, do ta bëj dot Rama apo jo? Kjo është pyetja. Unë mendoj që nuk mund ta bëj dot. Je i sigurt? Mendoj unë. Okej. Po t'jemi sigurt unë vetëm. Jo, t'ja jap fjalën. Kam në linjë logjike. Kam të njëjtën linjë logjike. O duhet kesh informacion 100% për të një përgjigje, ose pastaj duhet kesh... Sepse nga jo, unë bëj, le themi, demonstrimin e fakteve. Nga ajo që tha ministri, ishte aq i hapur ndërhyrja që ministri do futet në fashën e mos mundësis për ta pezulluar, ka që thjesht ishte. Dhe këtu, ajo që ju më thatë, më ngacmuat, pra, ju thatë në Rama nuk do bëj dot asgjë pa okejin e SBA-s dhe BE-s. Në këtë rast, është njëjta gjë. Mendoj dhe diçka tjetër, Denis, sepse kam dëgjuar të narrativën. Ministrat i ka zgjedhur kryeministri për të qeverisur, jo për të vjedhur. Po patjetër. Tani në këtë kontekst ta nuk kam pse shqetësohen se ka plot emra të tjerë. Alfred dhe pastaj shumë dashurësi do doja mos më ndërprisje. Tani, e para, me ty edhe me zonjën. E para, duhet të kuptojmë... Edhe me mu. Ja, ty profesorës na kemi ndërpërër ne ty, po. Dëgjo, e para njerë kemi të bëjmë me parimin. Dhe neve jemi në të kushtet kur Shqipëria 2030 është vizioni i gjithë shqiptarve pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe pjesë e Bashkimit Evropian, pra në kësaj familjes është standardizim, reformatim, dhe standardizimi lidhet me profesionalizmin në çdo drejtim, në çdo sektor jetik të shqiptarëve. Një nga këto është edhe drejtësia. Duhet kuptojmë që në optikën time shikohet që vazhdon ende që kjo reformë drejtësi me gjithë dëmet kolaterale që po lën në kuptimin e mbartjeve të dosjeve, siç thanë lidhje me reformën e vettingut, duke hequr nga sistemi i gjykatave dhe prokuror edhe gjykatëtar jo të drejtë për sistemin e drejtësisë, me të mirë edhe me të këqijat e veta në gjykimet e tyre siç e kanë pasur, la dhe këtë pengesë shumë numrit të lartë të dosjeve që sot enden në gjyqtarë. Pra kemi të bëjmë një organizëm për mendimin tim fëminor, dhe ky lloj organizmi fëminor ka dhe çdimet e veta në lidhje me atë standard që neve duam të çojmë Shqipërinë aty ku jemi pjesë e asaj familje që ka standardin më parë. Sot e para kemi sekretet hetimore që dalin nga organet e drejtësisë që i mbushen mediat ose mbushet opinioni publik duke u përpjekur që të bëhet linçim publik dhe duke përpjekur që ta bëjnë fajtor pa gjyq. Kjo nuk është standard për mendimin tim që të dalin pjesë nga dosjet hetimore. Tjetër, që sot masat promocionale, se kemi prokurorin, sot që kemi masat promocionale në raport me akuzën, unë mendoj që janë të zhdrejta në raport me atë që duhet të jetë standardi. Sot kemi më shumë të para burgosur, se të burgosur në sistemet terciare të bugjeve sot në Shqipëri. Dhe Partia Socialiste ka qenë vërtet frymërtarja, se mund të ishte bërë dhe në kohën e Partisë Demokratike kjo gjë, pra reforma në drejtësi, po ka qenë ajo me vullnet të plot, që ka ushtruar këtë lloj presioni edhe ndaj forcave të politikës, por edhe ka pasur edhe dakordsi normalisht edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve, është për ta bërë reformën në drejtësi. Dhe te reforma në drejtësi, thash, Partia Socialiste i ka larë dyert. Por ama, në momentin që ti si një forcë garanton një pushtet gjyqësor të pavarur, të pandikuar politikisht, gjithashtu një pushtet të prokurorëve të pandikuar politikisht, ashtu kërkohet edhe pushteti ekzekutiv. Pushteti ekzekutiv, zotërinj nderuar, kryeministri është i zgjedhur me votë, të qeverisë vendi me votë, e zgjedhur nga populli shqiptar. Dhe kjo pavarësi të pushteteve, më fal, por mendoj që është në asnjë vend të botës nuk ndodh që një pushtet ti mbi vendoset një pushteti tjetër. Atëherë hajde dhe të themi ta quajmë jo Republika e Shqipërisë, po ta quajmë Republika e Prokurorëve apo Republika e Gjyqtarëve. Në asnjë vend të botës nuk ka që janë 12 ministra apo stajsh një futbolli që vetëm për korrupsion. Dhe 3 kryetarëve të bashkisë. Po pra më dëgjoj. Dhe në lidhje me zonën Balluku, se prapë bëre një iniciativë, se jam kap me ty sot, po me ty do kam me prapë. Prapë bëre një iniciativë të padrejtë, se para një zonja Balluku nuk akuzohet për korrupsion. Më thuajini Ninen. Ku thashun zonja Balluku? Kështu pra dhe dhije dhe
Ke ministri për vjedhje, the. Ke ministra, po të ke plot më ke Sajmir Tahirin. Unë s'përmenda emër ti atashon Vendonjën Balluku me vjedhje, qa faj ka mund. Tani ty të roli subkonscienca, unë e kuptoj. Dhe në momentin që ti nuk ke një vendim të formës prerë, e para njerë nuk ke ende një seancë ku ti po heton. Nuk të thot njëri mos heto, zë Balluku, hetoje dhe nëzirë që ke për të nëzirë. Por ama, ti ndërhysh kompetencave, që janë kompetencat kryeministrit, për të pezulluar detyra një antar të kabinetit i cili gëzon imunitetin e deputetit, për vendimin tim, kjo është e pa precedent i rrezikshëm. Një minutë. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë vendim. Është një vendim pa vendim. Pagu është i lirë të hetojë këtë dojë. Nuk do të ketë mbrojtje. Edi Rama me Sali Berisha dhe Ilir Metën këtë fuqi është organ kushtetues. Ta e marrin sikur SPAK-u është një organ, është kushtetues SPAK-u. Të ndjeki rregullat, të ndjeki rregullat. Rregullat ja lejon ligji, nuk ka asnjë. Pa u tha vendimi i gjykatës kushtetuese shkon edhe bën një kërkesë për mas sigurimi tjetër. Jo në proporcion me atë që duhet ta bën. Pyetja për ju është nuk i gjykoj. Jo, në rregull. Tani nuk kam. Të ketë njerëz edhe të veshur politik, të ketë njerëz që të futen në burg. Jam e hapur për pyetje dhe për jo, kemi shumë minuta, 3-4 minuta. Po është rëndësishme një mendim për këtë. Pa gjyq. Pa gjyq e kemi në burg dhe pa një vendim të formës së prerë, duhet të stopohet. Hetoje më zotëri dashur, kota hetosh, hetoje gjendje të lirë, nuk të paraqet rrezikshmëri, jepi drejtim, shpallë fajtorin që është fajtor, dhe të marrë dënimin e merituar. Po që është kjo futën burg, ti se do mbledhin provat më mbrapa. Pas sigurimit jam dakord edhe rasti zotit Berisha. Neti i vit në rreth shtëpie, qa u bo? Qa fitore patë? Po nuk u dha në fillim në rreth shtëpies. Jo, zote Karança. U dha detyrim paraqitje, ai e theu masën e detyrim paraqitje dhe u bë shpërstimi. Kurse në rastin tonë nuk ndodh. Në që zbatohet masa, ta zëvendësosh prapë, se bëri 3 kërkesë për zotësi. Edhe të rasti zotit Belie, mund procedohet mas tjetër. Mund procedohet mas. Tjetëri gabojt, të rriqet dhe tje le zëvendëson mas. Për ta mbyllur, ju si parti politike, në një farë mënyrë, jeni që kjo masi ka përmendur Rama të ndryshoj, pra të futet dhe ministri, kryeministri në atë që mund mos pezullohen nesër? Atër me lejoni të jap mendimin tim personal. Dhe njës imagjinojnë falë ndjes, të thonë duhet futet dhe kryetari opozitës mos pezullohen. Edhe ajo dhe ishte e bukur. Po ja, është deputet, e ka Berisha se si deputet nuk ndodh ndonjëherë që mos ta ketë atë mbrojtje, po. Ja u kërkova fjalën pak më përpara, për shkak se kishim një pjesë të linjës logjike me gazetarin e nderuar, cili unë gëzoj shumë respekt për profesionalizmin e tij. Për sa i përket SPAK-ut, unë ju siguroj që Rama nuk do ketë kohën për ta mendu, për ta ndryshu. Po për ta ndryshu, jo, po ta them sot nga këtu. Se do vini unë pushtet? Ja, më lejo se do ta mbaroj. Do ta mbaroj tani. Unë i siguroj Ramës dhe kushdo tjetër që mendon. Mos si thënë Rama thuaj se kanë shok. Kryeministri i vendit dhe kryeministri është një investim amerikan. Dhe unë ju siguroj që nuk do mundet dhe kush do guxoj, po ta siguroj që do t'i përshpejtoj edhe më shumë ditët. Pra ne keni zgjedhur profesorin datën 20. Të lutem më lër të mbaroj se pra ne keni zgjedhur profesorin datën 20. Do ta them edhe kush do vi me datën 20 në Tiranë. Ja një vetëm më lër të mbaroj. Datën 19. Tani më lër të mbaroj për të firmosur. Me që se jemi te protesta për të firmosur. Tani më lër të mbaroj. Se do ta mbyll një lajm proteste. Fatos Nano, të lutem. Fatos Nano shkoi në shtëpinë e Bardh dhe iku pas 3 muajve nga kryeministri. Kështu që nuk ka as bord paqe, as shtëpi e Bardh, as takim që e shpëton Edi Ramën. Këtë po ta them sot dhe mbajeni ja ku e keni të regjistruar. Tani më lejoni të kthehem. Me lejoni të lutem. Edi Rama i ka përzon shqiptarët. Edi Rama do shpëtoj shqiptarët sepse shqiptarët i ka përzon Edi Rama. Edi Rama nuk e shpëton dot, do t'i zëvendësoj. I ka përzon edhe diaspora ja dha vot besimin Edi Rama. 1 milion, jo më jo. Jo mos e vota diasporës. U mor vesh edhe kush i ka përzon shqiptarët në realitet. Edi Rama i ka përzon shqiptarët. Dhe këta që kanë bet këtu i ka varfëruar, të cilët nuk marrin dot ilaçet, nuk mbyllin dot muajin, të cilët kanë fëmijë të mall për t'i parë se janë detyruar të ikin, jo për çështje globalizimi, jo, për shkak se nuk kanë parë asnjë shpresë në këtë vend. Dhe unë të ftoj një ditë të vish në auditorin tim bashkë me këtë zotrin këtu që është gazetar, dhe bashkë me këtu dhe t'i pyesni vetë të rinj sa prej tyre duan të largohen nga Shqipëria se nuk shikojnë asnjë shpresë. Të kthehemi tek sistemi i drejtësisë, të cilin unë respektoj ndarjen e pushteteve. Dhe unë futem në kategorinë e njerëzve që i respektoj dhe unë do dua një ndarje të pastër pushtetësh.
Dhe për sa i përket sistemit të drejtësisë, po ja u them edhe një herë, dhe çdo lloj sistemi, Edi Rama nuk do ketë mundësi për të bërë as edhe një lloj ndryshimi. Dhe nuk do ketë mundësi, po ta them edhe një herë tjetër, qoftë reforma territoriale, qoftë kodi, të gjitha reformat do të bëhen, po ta siguroj që do të bëhen, po do të bëhen nga një qeveri tranzitore ose teknike. Dhe ky është një bekim që është përtej vullnetit të Ramës edhe të shokëve të Ramës. Mirë, zonja Kuçan, to janë akoma në kilometrin e fundit, po kemi Unë të siguroj që Rama... Unë kam bërë deri tani janë 100 kilometra. Edhe Rama vetë e di që është në kilometrin e fundit, Rama po kërkon azil politik për hir të vërtetës, por ka një problem. Një ditë të bukur do t'ja umbylli telefonin të gjithë juve, do t'ja umbylli gjithëve telefonin dhe do t'ju më fal. Një ditë të bukur Edi Rama do ja umbylli gjithëve ju telefonin dhe të zhduket. Këtë po ta siguroj. Është problemi i madh unë i bëj thirrje spakut. Ky është problemi i madh, dhe ti po të shkruar. Edhe po të minutë, më falë një nga tutëm se më ka kapiten. Për ta mbyllur vetëm një fjalë për spakun. Edhe ti po të shkruar zoti Ramës për një problemi që ti ke. Unë dua që spaku. Provoj një herë Liliana. Ky është problemi. Unë do dua që të besoj. Unë do dua që të besoj në sistemi drejtësisë. Dhe do dua të besoj dhe do ta besoj. Keni një leadership të ngordhur. Besoj plotësisht spakun. Kur Edi Ramën ta thërrasin në dyert e spakut, të gjithë thirrur, të gjithë prerët e partia jote do ta shkruaj spakun. Dhe do dua që Edi Rama të japë partia jote do ta shkruaj spakun. Ajo nuk vjen. Gjithçka që ju ka bërë shqiptarëve. Nuk vjen, nuk shkruhet spakun. Unë ta siguroj, nuk kemi punë me drejtësi. Drejtësia do të punë vetë apo me spakun. Falenderoj zonën Kuçan, zonën Muharremi, kolegun Ermal Peçi dhe zotin Karanja. Natën e mirë dhe mirupafshim.